Imagjinoni që jetoni 25 vjet të tëra duke menduar se e dini gjithçka për veten tuaj, emrin tuaj, familjen tuaj, vendin ku I përket zemra juaj, dhe pastaj, në një çast të vetëm, gjithçka rrëzohet. Gjithçka që keni besuar, gjithçka që keni ndërtuar mbi atë besim, shpërbëhet si rëra mes gishtave. Ky nuk është një film, kjo nuk është një histori e trilluar. Kjo është historia e dy vajzave, dy binjakeve shqiptare, që u lindi shpirti në një vend që nuk e njihnin, dhe që u rritën nën qiell të huaj, pa e ditur kurrë se çfarë u ishte marrë atë natë të parë të jetës së tyre. Sot do t'ju tregoj historinë e Arijes dhe Elës, dy vajzave që ndanin të njëjtën fytyrë, të njëjtin gjak dhe të njëjtën plag të fshehur thellë në shpirt. Një histori për braktisje dhe dashurinë që mbijetoi pavarësisht saj. Një histori për kërkimin e rënjve, kur toka nën këmbët tuaj ndihet si e huaj, dhe mbi të gjitha, një histori për një nën, një grua e thyer nga jeta, që mbante të fshehur brenda vetes një sekret që të taniste botën e të gjithëve me kokë poshtë. Përpara se të filloj këtë histori, dua që ju që po shikoni tani, të komentoni më poshtë. A mendoni se kjo nën meritonte falje? Shkruani mendimin tuaj, sepse në fund të kësaj historie do të kuptoni pse kjo pyetje nuk ka përgjigje të lehtë. Tani, uluni rehat, sepse kjo histori është e gjatë, e rëndë dhe do t'ju lë pa fjalë. Suedia është një vend I bukur. Kush e ka parë atë vend të paktën një herë në jetë, e di mirë se çfarë do të thotë të shohësh natyrën në formën e saj më të qetë dhe më madhështore. Pyjet e saj shtriheshin si deta të gjelbëra deri në horizont. Liçenet pasqyronin qiellin e kaltër me një qetësi hipnotizuese, dhe dimrat e saj silleshin si histori nga bota e basmave, të ftohta, të bardha dhe mistike. Ishte në këtë vend, mes kësaj paqeje nordite, që dy vajzat e vogla shqiptare hapën zyt për herë të parë ndaj botës që do të njihnin si të tyren. Aria dhe Ela. Emrat u ishin dhënë nga prindrit adoptues, Henrik dhe Margareta Lindqvist, një çift suedez nga qyteti I Uppsalës, I cili e kishte pritur ardhjen e tyre me vite të tëra dashurie dhe shpresash të grumbulluara. Henrik ishte profesor universiteti, një njeri I qetë me sy të mëdhenj blu dhe duar të buta që dinin si të mbanin libra me kujdes dhe si të ngjanin si streh për gjithçka të brisht. Margareta ishte mësuese shkollës fillore, një grua me buzëqeshje të ngrohtë, me flokë të çelta dhe zemër aq të madhe sa dukej se nuk kishte kufi. Ata kishin provuar të gjitha rrugët e mundshme për të pasur fëmijë të tyrit biologjik. Kishin shpenzuar vite të tëra me spitaleve dhe klinikave, kishin dëgjuar fjalë të rënda nga mjek me fytyra të stohta, kishin qarë bashk natë pas nate, duke I mbajtur duart njëri tjetrit në errësirën e dhomës së tyre. Por kur jeta mbyll një derë, shpesh të çon drejt një tjetri që nuk e kishte menduar kurrë. Dhe pikërisht, kur kishin pothuajse hequr dorë, kur lodhja kishte filluar të mposhte edhe shpresën e tyre të fundit, kishin marrë lajmin. Dy vajza, binjake shqiptare. Margareta e kujtonte atë ditë si diçka që I dukej e pamundur edhe tani, dekada të tëra pasaj. Kujtonte si kishte rënë gjunjë në gjunjë me Henrikun në kuzhinën e tyre, si kishin qarë bashk me lot që nuk ndaleshin, si kishte ndjerë zemrën të zgjerohet në mënyrë fizike, sikur I kishte hyrë diçka e gjallë brenda gjoksit dhe pozinte vend atje. Ajo ditë kishte ngjyra specifike në kujtesën e saj, të verdhën e diellit të mëngjesit, që hinte në përxhama, të bardhën e murit të kuzhinës dhe të kuqen e gjilpanit të telefonit të prej të cilit kishte marrë lajmin. Procesimi I adoptimit kishte marrë muaj të tëra. Kishte dokumenta, kishte takime me autoritetet, kishte udhëtime, kishte pritje të gjata dhe të lodhshme, por asnjë nga ato nuk kishte anëzuar buzëqeshjen e Margaretës gjatë gjithë kësaj kohe. Ajo dinte, me atë lloj dije të thellë që nuk vjen nga mendja, por nga shpirti, se ato vajza I takonin saj, se ishin të destinuara të gjenin atë. Dhe kur I kishin marrë në duar për herë të parë, dy trupa të vegjël aq të ngjashëm njëri me tjetrin sa dukej si pasqyre njëri tjetrit, me sy të errët dhe flokë të zinj të hill si fije mendashke, Henrik kishte thënë me zë të ulët, me zë të thyer, ato janë tonat, dhe Margareta kishte qeshur dhe qarë njëkohësisht, sepse ato ishin dy ndjenjat e vetme që kishte aft të ndjente në atë çast. Ata vajzat I sollën në Uppsale, në shtëpinë e bardhë me gardhen e madh, ku bëri borë gjatë dimrit të parë të jetës së Arijes dhe Elës. Ishin më se 6 muajsh kur ra bora e parë, dhe Margareta I kishte mbajtur ato pranë xhamit të madh të dhomës së ndenjes, duke u treguar botën e bardhë jashtë, duke folur me atë zë të butë që kanë nënat kur mendojnë se fëmijët nuk e kuptojnë akoma, por flasin megjithatë sepse ndjejnë nevojë t'i mbajnë të lidhur me veten. Aria kishte qeshur kur I kishte parë borën. Ela kishte parë me sy të mëdhenj dhe të heshtur, sikur po mendonte.
Kjo dallim i vogël i temperamentit do të mbetej gjatë gjithë jetës së tyre. Aria e shpërthe dhe e hapur, gati-gati e pambërmbajtshme në shprehjen e ndjenjave të saj, Ela e qetë dhe reflektive, e kujdesshme me atë lloj thellësie në zy që bën njerëzit të ndihen sikur ju shikohet shpirti. Fëmijëria e tyre ishte e lumtur, aq e lumtur sa dukej se ishte vizatuar nga dikush me imagjinatë optimiste. Shtëpia e Lindqvistit ishte gjithmonë e mbushur me libra dhe muzikë. Henrik luante piano çdo të premte pasdite dhe Margareta këndonte kur gatuante. Kishte fqinj të mirë, kishte festa fëmijësh me tullumbace, kishte vera të kaluara krah detit në shtëpinë e gjyshërve nga ana e Margaretës, një shtëpi e vogël e kuqe mes shkëmbëve të Gotlandës, ku era e detit shijonte krip dhe liri. Ato vajzat u rritën duke folur suedisht si gjua e tyre e parë dhe e vetme, duke menduar në suedisht, duke ëndërruar në suedisht, nuk dinin asnjë fjalë shqip, nuk kishin nevojë t'i dinin. Shqipi për ta ishte thjesht një emër gjeografik, një vend diku larg, në Ballkan, atje ku harta bëhej e paqartë dhe historiku ngatërrohej me kujtimet e ndonjë mësimi gjeografie. Por trashëgimia nuk harron edhe kur ti e harron. Gjaku ka kujtesën e vet. Njerëzit që i takonin në rrugës apo në shkollë, her pas here i pyesnin Margaretën se nga ishin vajzat, jo me keq dashim, thjesht me atë kuriozitet njerëzor të natyrshëm, sepse fëmijët me flokë të zinj dhe sy të mëdhenj të errët dalloheshin qartë mes popullsisë suedeze. Margareta gjithmonë përgjigjej me krenari: "Janë shqiptare, janë vajzat tona." Kur nuk hidhte vështrimin poshtë kur e thoshte, kur nuk bënte pauzë sikur duhet të justifikonte ndonjë gjë. Ato ishin vajzat e saj dhe kjo ishte e vërteta e saj e plot dhe e paprekshme. Por ajo diçka tjetër, ajo e vërteta e dytë, ajo e vërteta e fshehur, kishte qenë gjithmonë atje, duke pritur. Arja dhe Ela e dinin nga mosha shumë e vogël se ishin adoptuar, por vetëm pjesërisht. Ose më saktë, dinin atë gjë vetëm aq sa prindrit u treguan, që ishin sjell nga larg, që kishin lindur diku tjetër, që i kishin gjetur dhe i kishin dashur menjëherë. Por detajet, vendin e saktë, rrethanat, historinë prapa atij mstimi, ato gjëra mbeteshin të mjegulluara, si ëndrat e mëngjesit që treten sapo hap syt. Prindrit e tyre nuk gënjenin, por as nuk e tregonin gjithçka. Ndoshta sepse nuk dinin gjithçka. Procedurat e adoptimit ishin mjaft hermetike, informacioni disponueshëm ishte i kufizuar. Ndoshta sepse menduan se duke lënë historinë të papërcaktuar, po i mbronin vajzat nga diçka që mund t'i lëndonte. Ndoshta sepse edhe vetë Margareta nuk donte ta mendonte shumë, se vajzat e saj kishin ardhur nga dhimbja e dikujt tjetër, nga heqja e dorë e dikujt tjetër, nga lënia e dikujt tjetër. Dhe ashtu, me muajt dhe vitet që kalonin si rëra nëpër orë, Arja dhe Ela u rritën, bukur, inteligjente, të ambiciuara, pa e ditur se cila rrugë i kishte sjell atje. Shkolla shkoi mirë për të dyja, por në mënyra të ndryshme. Arja ishte e mirë në art dhe letërsi, Ela kishte talent për shkencë dhe matematikë. Kjo ndryshim i personaliteteve bënte që, edhe kur ndaheshin, çdo të premte pasdite Arja shkonte tek miku i saj i ngushtë Lukas, ndërsa Ela qëndronte në shtëpi duke lexuar, ato shtëpia e kishin të lidhura me fije të padukshme. Kur nuk debatishin seriozisht. Kur nuk ishin kaluar natën duke mos i folur njëra tjetrës pas një mosmarrëveshjeje. Kishte midis tyre diçka të paemërtuar, një komunikim pa fjalë, një ndjeshmëri ndaj gjendjeve emocionale të njëra tjetrës, sikur zemrat e tyre rrihnin në të njëjtin ritëm, edhe kur ishin larg njëra tjetrës. Kur Arja kishte qenë e trishtuar, pavarësisht arsyes, Ela e ndinte. Jo si ndonjë aftësi mistike, por si ato gjëra thjesht njerëzore që binjakët e gjithë botës i njohin dhe i përshkruajnë. Atë tërheqje shpirtërore, atë mundim të papërcaktuar që te ta nuk kishte emër, por kishte vend. Adoleshenca i gjeti të dyja duke u transformuar në vajza të bukura me tipare mesdhetare, linjat forta të fytyrës, sytë e mëdhenj të thellë, hundën e hollë, flokët e gjata të zinj. Në shkollë të mesme, njerëzit her pas here u thoshin se kishin fytyrë egzotike, me atë nënkuptim disi të pakëndshëm që kanë të gjitha fjalët të tilla kur nënkuptojnë ju nuk dukeni si ne. Arja ndaj këtyre komendeve reagonte me iritim të hapur. Ela i injoronte me një qetësi që dukej gati e maturuar. Ishte gjatë adoleshencës që Arja filloi të bënte pyetje. Jo shumë dhe jo me ngulsim, por herëherë kur shihte veten në pasqyrë dhe mendonte se flokët e saj të zeza nuk i nqasonin as Margaretas, as Henrikut, lëshonte nga goja ndonjë pyetje të tillë. Ku kemi lindur saktësisht? Ose si ishte atje?
Margareta i përgjigjej me butësi, me detaje të mjaftueshme, por jo shumë. Emrin e vendit, Shqipërinë. Emrin e qytetit ku ishin gjendur, Tiranën. Moshën, disa ditë. Por pse kishin qenë atje? Kush ishin prindrit biologjik? Çfarë kishte ndodhur? Ato pyetje Margareta i drethonte me kujtesë, jo me gënjeshtra, por me heshtje taktike, me ndryshim temash, me buzëqeshje që thoshin kaq mjafton tani. Dhe Arja nuk e shtyu kurrë shumë, sepse edhe ajo vetë, diku thellë, kishte diçka të ngjashme me frikën. Frikën se po e shtymp shumë mund të gjente diçka që do ta lëndonte. Dhe ishte e lumtur, kishte familje, kishte shtëpinë e ngrohtë, kishte prindrit e dashur, kishte motrën. Çfarë tjetër kishte nevojë? Ela, nga ana e saj, nuk pyeste kurrë, ose kjo duket ashtu nga vashtë, por kishte periudha, veçanërisht natën kur nuk mund të flinte, kur Ela mendonte. Mendonte me atë mënyrën e saj sistematike dhe qetë. Mendonte cilët janë ata njerëz prej të cilëve që mi ardhur, a jemi të ngjashëm me ta, a i shërbeun dokuj sytë e artat mi para se që shërbeun mua, a kanë dikush diku tani që mban brenda vetes imazhin ton, si që ne mbajmë imazhin e prindërve tanë? Por ato mendime i mbante tek vetja, nuk i ndante as me Arjan, as me prindrit. I mbante si diçka private, si një kopsht i mbyllur brenda ku hynte vetëm ajo, dhe vetëm natën. Vitet e universitetit i ndanë gjeografikisht. Arja shkoi në Stockholm për të studiuar arte pamjore. Ela shtonte në Uppsala për shkenca biologjike. Por çdo fundjavë vinin në tek tjetra me radhë. Një fundjavë Ela shkonte në Stockholm, fundjavën tjetër Arja vinte në Uppsala. Prindrit e tyre nuk i detyronin këtë ritual. Ato veti kishin vendosur, pa e diskutuar fare, sikur ishte thjesht e natyrshme. Henrik dhe Margareta po plakeshin bukur. Henrik i kishte filluar të thinte flokët dhe Margareta mbante syze të rrumbullakët artë që e rrisnin moshën dhe personalitetin njëkohësisht. Ata vazhdonin të jetonin në të njëjtin shtëpi të bardhë me gardën e madhe. Vetëm kur Arja dhe Ela vinin gjatë pushimeve, shtëpia mbushej sërish me atë lloj zurmash dhe ngrohtësie familjare që kishte munguar gjatë vevës. Kjo ishte jeta e tyre, e plot, e qetë, e lumtur. Dhe ashtu erdhi dita kur gjithçka ndryshoi. Ishte pranverë, kur Ela gjeti kutinë. Prindrit kishin shkuar për fundjavë tek shokët e tyre në Göteborg dhe Ela kishte ardhur nga Uppsala, jo pse donte të qëndronte vetëm në shtëpi, por sepse kishte nevojë të merrte disa libra të saj të vetër, tekste biologjie nga koha e gjimnazit që i kishte lënë në dhomën e fëmijërisë së saj. Arja, parastësisht, kishte ardhur edhe ajo atë fundjavë. Ndoshta ato fijet padukshme midis tyre funksiononin edhe si thirrje, edhe pa fjalë. Arja gjendej parë disa fotografi të vjetra në dhomën e prindërve, kur Ela u shfaq pasaj me fytyrën të çngjyrosur. Ela? Arja u kfylle menjëherë. E njihte atë ngjyrë të fytyrës së motrës, atë zbardhullim specifik që Ela bënte kur diçka e kishte tronditur thellë, por ende po luftonte të procesonte. Ela mbante në hanë një kuti të vogël druri, gati 30 cm e gjatë me ngjyrë të errët, me mbyllës të vogël metalik. Kutia duke e vjetër, druri i saj kishte marrë atë ngjyrën e thellë të vjetërsisë, këndet ishin pak të qërura nga koha. Ku e gjete? Pyeti Arja duke ju afruar ngadalë. Nën shtrat. Ela e tha me zë të ulët. Po kërkoja librin e biologjisë, ai e rafti poshtëm, ishte aty prapa valigjeve të vjetra. Është e prindërve? Po. Ato qëndruan pak duke shikuar kutin, sikur po negocionin me veten nëse duhej të hapnin. Arja e dinte se ishte gabim. Ela e dinte të njëjtën gjë, por kishte diçka në atë kuti, jo vetëm kureshtja, por diçka tjetër, diçka si gravitet, sikur ajo kuti tërhiqte dhe nuk linte. Ndoshta nuk duhet, tha Ela. Po, tha Arja, dhe pastaj, pas 5 sekondash heshtjeje, por jetë hapur? Ela nuk ju përgjigj me fjalë. Hapi kutin. Brenda kishte dokumente, disa fletat palosura, disa foto dhe 2 zarfe, njëri i bardh, njëri i verdh nga vjetërsia. Fotot ishin të para të dyja, imazhe të vogla, pak të zbehta, të cilësisë të dobët, 2 fëmijë të sapo lindur, aq të vegjël sa dukeshin si kukuva, të mbështjell me batanie spitali. Poshtë njërës fotografie, me shkrim dore të kujdesshëm, shkruaj: Arja. Poshtë tjetrës, Ela. Fytyrat, ato fytyrat të rrullosura dhe të kuqërmearta të porsalindurve, ishin fytyrat e tyre, nuk mund të dyshohej. Ela ngriti sytë tek Arja. Arja shikoi motrën dhe pastaj fotot sërisht. Diku brenda saj, diçka filloi të lëvizte.
jo dhimbje ende, jo zemrim, as shok i plot. Ishte diçka si ecje ngadalt drejt një precie. Ajo ndjen kur dini se po ecni drejt skajit, por këmbët nuk ndalen. Dokumenta adoptimi, tha Ela ngadal, duke hapur fletët me kujdes. Ishin me suedisht dhe me anglisht, formulare zyrtare, firma, vula. Emrat, Arja Lindqvist dhe Ela Lindqvist. Emrat e prindërve adoptues, Henrik Lindqvist dhe Margareta Lindqvist. Vendi origjinës, Republika e Shqipërisë. Dhe pastaj, ajo rreshta e fundit, i shkruar me shkronja të vogla, gati pa dallueshëm nëse shikonit me vëmendje. Një fjalë vetme. Abandonuar. Abandonuar? Arja e lexoi fjalën dhe nuk njohu zërin e saj kur e tha me zë të lartë. Abandonuar? Abandonuar, konfirmoi Ela. Zëri i saj ishte i qetë, shumë i qetë. Atë lloj qetësieje që është para stuhës. Ato hapën zarfet. Zarfi i bardhë, i ri, ndoshta i shtuar kohët më parë, mbante brenda një letër të shkruar me dorë nga Margareta. Letra kishte datën nga disa muaj më parë. Fillonte me vajzat e mia të dashura. Kur ta lexoni këtë letër, shpresoj se do të kuptoni pse ju mbrojtëm për aq kohë. Arja e ndali leximin. Nuk donte t'i gjenin. Jo aq shpejt, tha Ela, por e kishte shkruar, ishte duke u përgatitur ta tregonte. Zarfi i verdh, ai i vjetri, mbante brenda diçka tjetër. Ishte një letër tjetër me dorë, por jo të Margaretës. Shkrimi ishte ndryshe, më i rrjedhshëm, me shkronja pak të pjerta nga koha, dhe gjuha nuk ishte suedisht, nuk ishte anglisht, ishte një gjuhë krejtësisht tjetër, me germa latine por me fjalë të panjohura, me shenja mbi disa shkronja. Shqip, tha Ela ngadal. Kjo është shqip. Asnjëra prej tyre nuk e fliste, asnjëra nuk e kuptonte, por letra ishte aty, dy faqe të dendura me shkrim, plot ndjenjë qofte dhe pa e kuptuar, dhe nën shkrimi i fundit ishte i qartë të lexueshëm në çdo gjuhë të botës. Mama. Nëna. Arja ul menjëherë në dysheme sepse këmbët nuk e mbanën. Ela ul pranë saj me kutinë në gjë, dhe ato qëndruan kështu, të dyja në dysheme, të dyja duke mbajtur midis tyre të vërtetën që kishte pritur 25 vjet. Jashtë, era shushunte degët e pemës në garden. Qielli suedez ishte i kaltërt i ftohtë, si gjithmonë, por brenda asaj dhome gjithçka ishte ndryshuar. Margareta dhe Henrik u kthyen të nesërmen pasdite, të qeshur dhe të freskët nga fundjava me shokët. Kur hapën derën e shtëpisë, i gjetën vajzat në dhomën e ndrinjës, të ulura, me fytyra serioze, me kutinë e drurit në tavolinën e kafes midis tyre. Heshtja që pasoi ishte e rëndë siguri. Margareta e shikoi kutinë, ngriti syt tek Arja, pastaj tek Ela, nxori thellë frymën, jo me panik, por me atë lloj lodhjeje të thellë kur dikush ka mbajtur peshë për aq kohë dhe e kupton se koha e hedhjes poshtë ka erdhur. Kur? Pyeti ajo. Dje, gata aksidentalisht, por i gjetëm. Henrik kishte lënë xhantën e tij ngadal, kishte ardhur dhe ishte ulur. Edhe ai kishte atë fytyrën, jo fajin e gënjeshtarit, por fajin e njeriut që ka mbajtur heshtje të gjatë. Biseda që pasoi zgjati ore të tëra, nuk ishte e lehtë dhe nuk ishte e qetë. Arja qau, pastaj u zemrua, pastaj qau sërisht. Ela dëgjoi pa ndërhyrë shumë, grumbullonte informacion, procesonte. Henrik foli me zë të ulët dhe të qëndrueshëm. Margareta foli me lot që i rridhnin pa e pyetur, lotët e galtës, lotët e dashurisë, lotët e nënës që di se ka gabuar edhe kur ka dashur të mbrojë. Ata treguan gjithçka çfarë dinin. Kishin adoptuar 2 vajza nga Shqipëria, nga Tirana, nëpërmjet një agjencie ndërkombëtare. Fëmijët kishin qenë të regjistruar si të braktisur, lënë në maternitet pas lindjes, pa emra, pa dokumenta, pa nën pranë. Dokumentat e tyre ishin të falsifikuar, jo, thyshtuar. Adoptimi tregonin vetëm atë. Nuk ishte emër nëne, nuk ishte historik familjar, vetëm 2 bebe dhe heshtja e plot rreth tyre. Letra shqipe, ajo me shkrim dore, kishte qenë e bashkëngjitur me bataninë e tyre kur ishin gjendur. Asnjëri nuk e kishte ditur kush e kishte vënë atje. Agjencia ja kishte dorëzuar Margaretas dhe ja kishte thënë: "Nuk e dim kush ka shkruar këtë. Ndoshta nëna, ndoshta jo, por ishte bashkë me fëmijët." Margareta e kishte ruajtur. Kishte menduar ta përkthente, por kishte shtyr, muaj, pastaj vite, sepse pjesë e saj kishte pasur frikë nga ajo çfarë mund të gjente brenda atyre fjalëve. "Pse na fshehet?" pyeti Arja. Nuk ishte pyetje akuzuese, ishte pyetje e lodhur.
Pyetja e dikujt që ka nevojë të kuptojë, jo të dënojë. Nuk ju fshehem, tha Margareta. Ju treguam gjithçka çfarë dinin. Çfarë nuk ju treguam ishte emocionin ton rreth saj, frikën ton, faktin se ekzistonte kjo letër dhe ne nuk dinim çfarë thoshte. Dëshirën ton për ta lënë historinë të qetë, sepse jeni të lumtura dhe e deshëm atë lumturi të vazhdonte. Por na ishte joni, tha Ela. Edhe vërteta joni ishte jona. Po, pranoi Margareta. Po, dhe për këtë kërkojmë falje. Javët pas asaj bisede ishin ndër më të vështira që Arja dhe Ela kishin përjetuar ndonjëherë. Jo sepse kishin konflikte me prindrit, ato u zgjidhen relativisht shpejt, me dashuri dhe kuptim nga të dyja anët, por sepse brenda vetes secila prej tyre po luftonte me diçka për të cilën nuk kishte emër të mjaftueshëm. Arja kishte filluar të gjej fotografi të Shqipërisë online. Kalonte orë të tëra duke shikuar. Fotografit Tiranës me bulevardet e saj të gjëra, fotografit maleve, fotografit të fshatrave me shtëpi guri dhe kopshte me pemë frutore, fotografit të detit Adriatik me ngjyrën e tij të habitshme. Shikonte fytyrat e shqiptarëve në fotografi të ndryshme, duke u pyetur me çdo fytyrë: a mund të ishe ti? A mund të jemi ne? A kemi gjak të njëjtë? Ela ndërkohë kishte bërë diçka praktike. Kishte gjendur një përkthyes. Nëpërmjet internetit kishte kontaktuar me një student shqiptar që jetonte në Stockholm dhe punonte si përkthyes part-time. Kishte marrë letrën shqipe me kujdesin e kirurgut si objekt arkeologjik dhe ja kishte dërguar me foto. Përgjigja kishte ardhur brenda 47 orëve. Ela e kishte lexuar vetëm fillimisht, para se t'ja tregonte Arjes. Kishte menduar se kështu ishte mirë, të bënte një farë filtrimi emocional, të garantonte se Arja nuk do të shpërthente pa pasur asnjë mbështetje pranë. Por kur e kishte lexuar, kishte kuptuar se asnjë filtrim nuk kishte mundur ta parandalonte. Letra, e përkthyer nga studenti, me një shënim në fund që thoshte: "Jam shumë i goditur nga kjo, shpresoj t'ju ndihmoj", ishte si vijon. Bijat e mia të vogla, mëlçia ime e ndarë në dy. Nuk e di nëse do t'i lexoni ndonjëherë këto fjalë. Nuk e di nëse dikush do t'i ruaj apo do t'i hedh, por i shkruaj sepse është gjëja e vetme që mund të bëj tani. Ju lash për t'u jubjeta diçka që unë nuk mund t'ju ajepja. Jeni lindur me natën dhe me dhimbjen dhe me dashurinë e plot të zemrës sime. Dhe unë ju mora në krah dhe e dija me gjithë qenien time, se nëse ju mbaja, u meritonit më shumë se sa mund t'ju ajepja. Nuk e di se quhet kjo, nuk e di nëse është guxim apo faqëzi, por e bëra. Ju lash dhe do ta bart këtë dhimbje derisa të mbyllen sytë e mi përfundimisht. Nëse ndonjëherë jeni të lumtura, nëse ndonjëherë ju ka mirë dhe jeni të shëndetshëm dhe jeni të dashura, dijeni se zemra ime ka qenë me ju çdo ditë, çdo natë, çdo frymë, nëna juaj. Kur Ela i lexoi Arjes, ato qëndruan pa folur për një kohë shumë të gjatë. Jashtë binte shi i tholl suedez, i qetë, ai lloj shiu që nuk bën zhurmë, por lag gjithçka ngadalë dhe plotësisht. Arja kishte thënë vetëm 3 fjalë. Ajo na donte. Arja kishte thënë: "Po, ajo ende jeton ndoshta. Duhet ta gjejmë." Edhe kjo kishte thënë si pohim, jo si pyetje, si diçka e vendosur para bisedës, midis atyre fijeve të padukshme. Ato dyja arritën në të njëjtin konkluzion, çdo kush nëpër rrugën e vet, dhe tani po e shqiptonin bashk. Kërkimi filloi atë natë. Ato nuk e dinin shqipen. Ky ishte pengesa e parë dhe më e madhe. Gjuha e vendit ku kishin lindur, gjuha e letrës që u kishte shkruar nëna e tyre biologjike, nuk e njihnin atë gjuhë fonetikisht. Filluan me aplikacione gjuhësore, me tutoriale YouTube, me kurse online. Arja mori orë private me mësuesen shqiptare Drita, një grua me moshë mesatare nga Korça, që jetonte në Göteborg dhe jepte mësim shqip online, 2 herë në javë. Ela, me metodën e saj sistematike, kishte hapur një blog shënimesh dhe kishte filluar të ndërtonte fjalorin e saj. Mirë, eri, mirë. Faleminderit. Nëna. Bie. Fjalët e para ishin gjithmonë ato fjalët bazë, ato fjalë urë, fjalët me të cilat ndërtohet çdo komunikim njerëzor i parë. Nëna. Ela e kishte thënë me zë të lartë, vetëm në dhomën e saj të studimit. Nëna tingëllonte ndryshe nga mama suedeze, tingëllonte me diçka të vjetër brenda, si diçka e gëvërtuar thellë, si guri i rumbullakosur nga rumi. Ngjyra e saj fonetike kishte diçka mjedisore, të ngrohtë dhe pak të errët njëkohësisht. Arja nga ana tjetër kishte marrë rrugën e artit, kishte filluar të pikturonte Shqipërinë nga fotografi, peizazhe, fytyra, detaje. Jo sepse kishte talent për shkrues apo synonte t'i sheste vunimet, por sepse piktura ishte mënyra e saj për ta procesuar, mënyra e saj për ta bërë diçka reale,
tangjibël. Kur Arja pikturonte Shqipërinë, ndjente diçka të çuditshme, një ngrohtësi të papërcaktuar, sikur duart e saj e njihnin në të tokë edhe pa e prekur kurrë. Pikturonte malet me borë, pikturonte kalate vjetra, pikturonte rrugica të ngushta me gur të larë nga shiu, pikturonte fytyra me tipare të ngjashme me të thajat. Çdo pikturë ishte njëkohësisht kërkim dhe shprehje, si letra dërguar dikujt që nuk dije adresën. Mësuesja Drita kishte kuptuar shpejt se Arja nuk po mësonte shqipen vetëm si gjuhë, po mësonte si identitet. Kishte ato momente gjatë orëve të mësimit kur Arja ndalonte dhe pyeste gjëra si e thon shqiptarët të kam mëshirë, jo fjalën, por ndjenjën. Si tingëllon kur e thot nëna? Dhe Drita, grua e mençur me shumë jetë prapasaj, i kthehej kthyes në shqipi pyetjes, me atë kujdes të dikujt që po ndihmon dikë të kaloj urën midis dy botëve. Ndërkohë Ela kishte nisur kërkimin e dokumentuar. Kishte krijuar një skedar në kompjuter me emrin thjesht Nëna. Brenda atij skedari kishte grumbulluar gjithçka: fotokopjen e dokumentit të adoptimit, foton e letrës shqipe, përkthimin dhe çdo shënim të vogël që kishte mbledhur gjatë bisedave me Margaretën dhe Henrikun. Por informacioni ishte i pakët, shumë i pakët. Nga dokumentet dihej vetëm maternitet në Tiranë, lindje gjatë natës, 2 vajza, lënë pa emra. Nuk kishte emrin e nënës, nuk kishte adres, nuk kishte asgjë tjetër. Ela kishte kontaktuar agjensinë origjinale të adoptimit, atë organizatë ndërkombëtare nëpërmjet të cilës Henrik dhe Margareta i kishin gjetur, por agjencia nuk ekzistonte më, kishte mbyllur veprimtarinë vite më parë. Kishte gjetur adresën e re të një organizate pazartëse, kishte shkruar email, kishte pritur. Përgjigjja kishte ardhur pas 2 javësh dhe ishte e shkurtër. Arkivat tona nga ajo periudhë janë të kufizuara. Për informacion specifik, ju sugjerojmë të kontaktoni autoritetet shqiptare. Autoritetet shqiptare. Ela i kishte shënuar frazën dhe kishte menduar: mirë, nga ku fillon me autoritetet shqiptare kur nuk di as gjuhën, as sistemin, as njerëzit? Kishte nisur me internet. Kishte gjetur forume të diasporës shqiptare, grupe Facebook, komunitete online ku shqiptar nga gjithë bota diskutonin çdo gjë, nga politika tek gastronomia. Kishte postuar me anglisht, një postim i kujdesshëm, i formuluar mirë, ku shpjegonte situatën dhe pyeste nëse dikush mund ta ndihmonte me informacion rreth procedurës për të gjetur të dhëna nga regjistrat e lindjes. Reagimet kishin ardhur me 10 brenda orësh. Komuniteti shqiptar, i shpërndar në përbot por i lidhur ngushtë emocionalisht, kishte reaguar me ngrohtësi të habitshme. Njëri kishte rekomanduar një avokat në Tiranë, tjetri kishte treguar historinë e një të afërmit të tij që kishte kaluar nëpër situatë të ngjashme. Disa kishin ofruar ndihmë të drejtë për drejtë. Nëse vini në Tiranë, shkruam, kemi kontakte. Për herë të parë, pas javësh me mbushura me mure, diçka kishte filluar të hapej. Avokati që kishin kontaktuar, një burr i mesëm i quajtur Agron Krasniqi, me zyrë në qendër të Tiranës, kishte qenë i drejtë dhe jo veçanërisht inkurajues gjatë bisedës së parë. Nëpërmjet Zoom, kishte shpjeguar me anglisht të mirë, por me ton praktik. Rastet e adoptimeve ndërkombëtare nga ajo periudhë janë të komplikuara, shumë dokumente mungojnë, shumë regjistrime janë jo të plota, procedurat e asaj kohe nuk ishin gjithmonë transparente. Do të kemi nevojë për kohë dhe durim. Sa kohë? Kishte pyetur Ela. Muaj, ndoshta më shumë, ndoshta asnjëherë nuk gjejmë gjithçka. Asnjëherë? Mundësia ekziston, po, duhet ta pranoni. Arja, që ishte ulur pranë Elës gjatë bisedës, kishte ndërhyrë, por mundësia e kundërt gjithashtu ekziston, mundësia të gjejmë. Avokati kishte heshtur një moment, pastaj kishte thënë: "Po, edhe ajo mundësi ekziston." Kishin rënë dakord. Avokati do të fillonte kërkesat zyrtare nëpërmjet kanaleve ligjore shqiptare, regjistrat e maternitetit, arkivat e shtetit, bazat e të dhënave të regjistrimeve. Do të merrte kohë, do të kërkonte pagesë, por do të fillonte. Gjatë kësaj periudhe, muajt e kërkimit të hershëm, ata muajt e pritjes dhe pasigurisë, Arja dhe Ela kishin filluar të ndihen sikur jetonin 2 jetë paralele. Jeta e parë, e zakonshme, e strukturuar, me punën, shtudimet, miqt dhe kafet e mëngjesit. Jeta e dytë, ajo jeta e fshehur brenda, ajo trysni konstante, ajo pyetje që nuk largohej kurrë. Ku është ajo? Kush është ajo? Pse? Arja kishte filluar të ndjejë ndryshim fizik brenda saj, diçka si uri, por jo uria për ushqim. Ishte uri pa emër, uri që mbushte gjoksin dhe bënte frymëmarrjen pak më të vështirë. Shikonte fytyrat e njerëzve në rrugë dhe pa e dashur mendonte: a mund të jesh ti?
Edhe Stockholmi, ai qyteti bukur, i mirë organizuar, i familiarizuar, kishte filluar të ndihet pak i huaj, si i veshje e dikujt tjetër. Ela kishte filluar të studiojë shqipen me intensitet të ri, nuk ishte thjesht kërkim gjuhësor, ishte si nëse po mësonte të lexonte kodin e vetë origjinës së saj. Çdo fjalë e re shqipe e mësuar ndjehej si çelës i vogël, si copës puzzle të vendosur në vendin e duhur. Shkronte fjali të thjeshta në bllokun e saj dhe i lexonte me zë. Jam Ela, jam shqiptare, po kërkoj nënën time. Fjalit ishin primitive, gramatika jo e sakt, por ndjenja pas tyre ishte e fortë siguri. Margareta dhe Henriku ndiqnin gjithçka me heshtje mbështetëse. Kishin kuptuar, dhe kuptimi i tyre ishte i sinqert, pa xhelozi, se vajzat e tyre po ndiqnin rrugën e tyre. Nuk ishte braktisja e tyre, ishte plotësimi diçkaje që kishte qenë gjithmonë e mangët. Henriku shpesh ofronte ndihmë praktike. Kam koleg që njeh dikën në Tiranë, doni ta kontaktoj. Margareta ofronte ndryshe, me drekën gati kur vinin, me pyetje të buta, me krah të hapura kur njëra prej tyre kishte nevojë. Ishte gjatë kësaj periudhe që Arja bëri gjën më të rëndësishme të asaj faze. Filloi të shkruaj, jo skript, jo plan, thjesht shkronte. Në bllokun e saj, me stiloplan blu, shkronte çdo natë para gjumit. Shkronte rreth nënës imagjinare, sepse sende nuk kishte tjetër, rreth asaj nënës hipotetike, asaj gruaje që dikur kishte mbajtur 2 bebe në duar dhe kishte vendosur ta linte sot për të pasur nesër. Shkruante me zemrim herëherë, shkruante me kuptim herë të tjera. Herëherë shkruante vetëm pyetje, pa u munduar t'u gjente përgjigje. Çfarë ke bërë pas asaj nate? A ke fjetur? A ke parë ëndra? A ka qenë aty dikush me ty? A të ka zënë ndonjëherë dëshira të ktheheshe? Pas pothuajse 5 muajsh pune, avokati Agron dërgoi email me objekt zhvillime të rëndësishme. Ela e lexoi emailin e parë, pastaj i athirri Arias, pastaj e lexuan sërish, bashk, me zë të lartë. Agroni kishte gjetur diçka, jo shumë, por diçka. Nëpërmjet arkivave të maternitetit qendror të Tiranës, kishte identifikuar regjistrimin e lindjes së 2 binjakëve femra, lindur gjatë natës së cilës flitej, rreth asaj periudhe. Regjistrimi kishte pasur emrin e nënës, por jo mbiemrin e plot. Kishte vetëm emrin e parë, Vjosa, dhe kishte pasur një shënim të vogël, gati të palexueshëm nga koha dhe nga cilësia e dokumentit. Rasti social, referuar tek punonjësi social i rrethit. Vjosa. Aria e tha emrin me zë të lartë. Vjosa. Tingëllonte si ujë. Tingëllonte si diçka shqiptare dhe e thellë, si emri i lumit, si diçka e vjetër dhe e gjallë njëkohësisht. Vjosa, tha edhe Ela. Kishte heshtje. Pastaj, ky është emri i saj. Ndoshta. Ndoshta po, por ndoshta jo. Avokati thot të mos ngutemi. Por si mos u nxituar, kur keni pritur 25 vjet, edhe pa e ditur se pritnit? Si i thuhet zemrës, mos u nxito? Avokati kishte shkruar gjithashtu. Rasti social do të thotë se çmimi i braktisjes ishte dokumentuar nga shërbimi social i asaj kohe. Ka mundësi të ekzistojnë dosje. Do të bëj kërkesë zyrtare. Dosa. Fjalë ftohtë për diçka kaq njerëzore. 6 javë pas emailit të parë, erdhi emaili i dytë. Agroni kishte gjetur dosjen. Kishte 3 faqe dokument, kopje të skanuara, fotografi me cilësi mesatare dhe i kishte bashkëngjitur emailit. Ela printe dokumentet. Ishin me shqip. Ajo kishte mësuar mjaftueshëm shqip tashmë për të kuptuar disa fjalë, por jo gjithçka. Ju desh dritës, sërisht, mësueses nga Korça, e cila kur pa dokumentet kishte heshtur për moment. Pastaj, me zë shumë të qetë, kishte filluar të lexojë. Dosja shpjegonte kontekstin. Vajza e re, 19 vjeçe, emri Vjosa, kishte ardhur në maternitet vetëm, pa asnjë familjar pranë, me shenja të qarta stresi dhe frike. Kishte lindur 2 vajza binjak gjatë natës. Kishte firmosur dokumentet e nevojshme, dokumentet e braktisjes dhe kishte larguar maternitetin të nesërmen pasdite, shumë para se sipas procedurave të lejohej të dilte. Punonjësi social kishte shënuar. Nëna tregon se situata familjare e bën të pamundur mbajtjen e fëmijëve. Nuk jep detaje, refuzon kontaktin e mëtejshëm me shërbimin social.
Kishte edhe diçka tjetër. Një adresë. Adresa e vendbanimit të deklaruar nga Vjosa atë natë. Jo Tirana. Një fshat. Emri i fshatit Borizan. Borizan. Asnjëra prej tyre nuk e kishte dëgjuar ndonjëherë. Ela menjëherë e kërkoi online dhe e gjeti. Fshat i vogël në rrethin e Elbasanit, rrethit me smalesh, me disa qindra banor, larg rrugëve kryesore. Ky mund të jetë vendi, tha Ela. Ose mund të mos jetë, tha Aria me atë realizmin e dhimbshëm të dikujt që ka mësuar të mos u nxitoj. Po, por është gjithçka që kemi. Ato e diskutuan udhëtimin për herë të parë të mbrëmje, ulur në kuzhinën e Arias në Stockholm, me kafe mbi tryez dhe hartën e Shqipërisë hapur në laptop, diskutuan. A duhet të shkojmë? A ka kuptim? Çfarë mund të gjejmë? Aria ishte kategorike. Duhet të shkojmë. Nuk mund ta bëjmë këtë vetëm nëpërmjet emailësh dhe avokatësh. Duhet të jemi atje. Duhet të ndjej tokën. Ela ishte kujdesshme. Duhet të kemi plan. Nuk mund të shkojmë dhe të endemi pa drejtim. Do bëjmë plan, por do shkojmë. Ela mendoi, hapi bllokun e shënimeve, filloi të shkruante listë. Avokat lokal në Tiranë, kontakt personal, jo vetëm email, shërbimi civil i Elbasanit, dosje të mundshme, bashkia e Borizanës, regjistrat e banorëve, spitali, materniteti ku kishin lindur, nëse arkivat janë ende atje. 2 javë, tha Ela. 2 javë do të mjaftojnë si fillim. Nëse nuk gjejmë brenda 2 javëve, Ela ngriti syt nga lista. Atëherë kthehemi dhe vazhdojmë nga distanca, por të paktën do t'i kemi provuar. Aria e shikoi më tërën, atë fytyrën e saj të vetën, atë pasqyrën e gjallë dhe nodet. Po. Aria shikonte nga dritarja kur avioni kaloi mbi tokën shqiptare. Poshtë saj shiheshin male, male të gjelbra, me maja të ngritura si gishta drejt qiellit, dhe qyteza të shpërndara mes tyre si kërpudha pas shiut. Shiheshin rrugë si fiet holla argjenti mes gjelbërimit. Shiheshin tokat punuara, ullinj, pemë frutore. Ndjeu diçka që nuk e priste, një ngrohtësi të papritur, nga brendia, sikur trupi i saj e njihte këtë tokë edhe nëse mendja jo. Sikur që lizat e saj kishin kujtes që mendja e kishte harruar. Ela nga ana e saj e mbajti notebookun hapur derisa avioni zbriti. Por i shikonte listën e kontakteve dhe planin. Por edhe ajo, me gjithë pragmatizmin e saj, kur ndjeu kontaktin e timoneve me pistën, goditi Arianën lehtë me bërryll. Aria e kuptoi pa fjalë. Kishin ardhur. Tirana i priti me zhurmë dhe ngjyra. Qyteti nuk ishte siç kishin imagjinuar, nuk ishte as primitiv, as i mrekullueshëm, ishte thjesht i gjallë, kaotik me atë lloj kaosi energjik që kanë qytetet mesdhetare, me trafik të dendur, me njerëz që ecnin shpejt, me dyqanet hapura herët, me era kafeje dhe bukë të ndjehtë nga ato furrat e vogla këndritore mes rrugicave. Hoteli ku kishin rezervuar ishte i vogël dhe i pastër, në qendër të Tiranës, me pamje nga një bulevar i gjerë plot pemë. Menaxheri i hotelit, një burr rreth të 50-tave me mustaqe dhe me shumë ngrohtësi, kur mësoi se ishin shqiptare të adoptuare që vinin kërkonin nënën, kishte mbyllur librin e rezervimeve, kishte hedhur krahët hapur dhe kishte thënë: "Mirë se erdhët shtëpi i bijat e mia." Aria kishte ngrirë tek ato fjalë, bijat e mia, fjalë e thënë nga i huaji, por me ngrohtësinë e familjes. Kishte ndjerë diçka duke u çarë brenda, jo dhimbje, por si cedimi diçkaje që kishte qenë ngurt për shumë kohë. Ela kishte falenderuar me shqipen e saj të brisht, faleminderit, dhe menaxheri kishte qeshur gjerë. Shqipja juaj është e bukur, ta arrijet me zemër. Aria kishte parë nga dritarja, nga i sheshi i vogël me pemë rrushe poshtë, dhe kishte menduar: 5 muaj pritje pas zbulimit kutis dhe tani 2 javë pritje këtu. Sa qingja mund të mësoj të pres. Ditët e para në Tiranë i kaluan duke eksploruar qytetin, duke mësuar rrugët, duke u njohur me ritmin e tij. Shkuan tek materniteti qendror, jo me plan zyrtar, thjesht si vizitë private. Qëndruan jashtë ndërtesës dhe e shikuan. Ishte ndërtesë thjesht, me fasadë bezh, me korridor të gjatë të dukshëm nga jashtë në përxhami. Njerëz futeshin e dilnin, infermiere, familje me lule, burra nervoz që prisnin jashtë. Aty, tha Aria ngadalë, duke treguar drejt hyrjes. Aty filloi gjithçka. Aty ka dalë ajo me ne të porsalindurit dhe ka vendosur. Ela e shikoi ndërtesën për shumë kohë. Çfarë mund ta shtyj dikë të bëj këtë? Çfarë e thanash duhet jenë aq të rënda? Nuk e dim akoma. Po,
prandaj jemi këtu. Javën e dytë, pasi kishin marrë njoftimin nga Agroni se procesi ligjor po ecte por donte kohë, Aria nuk mund të priste më. Kishte rënë dakord me Agronin, por e kishte thyer marrëveshjen, jo plotësisht, por pak. Kishte shkuar tek menaxheri i hotelit, Fatmiri quhej, e kishin mësuar ndërkohë, dhe i kishte treguar situatën. Fatmiri kishte dëgjuar me atë durimin e njerëzve që janë mësuar të takimi me avokatin Agron ishte caktuar për pasditën e ditës së parë. Zyra e tij ndodhej në një pallat të vjetër me ashensor të ngadalt, në katin e 4, me dritare që shikonin drejt një sheshi të vogël me pemë rrushe. Agroni ishte njeri i heshtur dhe metodologjik, vetulla të trasha, zyzet e kalit dhe gishta të gjatë që goditën but tavolinën ndërkohë sa fliste. Kishte qenë i sinqert. Adresa e Borizanës është 25 vjet e vjetër. Ka shanset që nuk gjendet askush atje, por ekzistojnë dy rrugë paralele. E para, kontaktimi i bashkisë lokale të Elbasanit për regjistrat aktual të banorëve, nëse Vjosa ka mbetur brenda territorit të vendit, duhet të figurojë diku. E dyta, regjistrat e maternitetit të Tiranës. Aty mund të ketë informacion shtesë të pasqyruar jo në dosjen sociale, por në rekord mjekësor. Mjekësori ka kufizime konfidencialiteti, vuri re Ela. Ka, por ekzistojnë precedent ligjor, kur personat në fjalë janë kërkues të identitetit biologjik. Do doja të provoja. Sa kohë? Bashkia e Elbasanit, ndoshta 1 javë, ndoshta 2. Institucionet shqiptare nuk punojnë gjithmonë shpejt. Duhet jeni të durueshme. Ndërkohë, mund të shkojmë vetë në Borizan, pyeti Aria. Agroni hezitoi. Mund, por rekomandoj të ecim me shkepin e ligjit paralel. Nëse shkoni atje dhe bëni pyetje pa autorizim zyrtar, njerëzit mund të friksohen dhe të mbyllen. Fshatrat e vogël në Shqipëri kanë kulturë të fortë mbrojtëse të familjes dhe fshehtësisë. Pra, duhet të presim. Pak kohë, po. Dëgjojnë histori të rënda. Pastaj kishte thënë, Borizanën e njoh, kam kushëri atje. Mund t'ju shoqëroj. Ela kishte kundërshtuar. Agroni tha të presim. Agroni na tha të mos bëjmë pyetje zyrtare pa autorizim, nuk tha të mos shkojmë. Kishte argumentuar Aria. Kjo është dallim semantik. Kjo është dallim real. Diskutimi kishte zgjatur deri vonë, por në fund Ela kishte kapitulluar, jo sepse humbte, por sepse edhe ajo, thellë brenda vetes, nuk donte të priste. Kishte vetëm një kusht. Shkojmë, shohim, nuk bëjmë pyetje direkte për Vjosën. Thjesht ndjejmë terrarin. Fatmiri i çoi me makinën e tij, një Mercedes të vjetër por solide, në për rrugë malore. Udhëtimi ishte rreth 2 orë gjysmë. Rruga linte Tiranën dhe hynqë me smaleve të Elbasanit. Rrugë ngushtë, e kthyer, me pamje mahnitëse malore nga njëra anë dhe e rrepir të thellë nga ana tjetër. Aria mbajti kamerën gjatë gjithë rrugës. Ela mbajti notebookun dhe shënonte. Borizana ishte që kishte supozuar, dhe njëkohësisht jo. Kishte supozuar varfëri, kishte gjendur thjeshtësi. Kishte supozuar trishtim, kishte gjendur qetësi. Shtëpit ishin të vogla, disa me mure guri të vjetër, disa me ndërtim të ri çimento. Kishte kopshte të lulëzuar rreth tyre, patëllxhan, speca, domate, me atë kujdesin e madh që ka njerëzit që varen nga toka. Kishte një xhami të vogël dhe një kafe me 3 tavolina jashtë. Fatmiri ishte i njohur, të paktën disa njerëz e njohin dhe i përshëndetin ngrohtësisht. I prezantoi vajzat si miqte nga Suedia, pa dhënë detaje shtesë. Ato ulën te kafeja dhe morën kafe. Kafe shqiptare, e zezë dhe e fortë, e shërbyer me gotë uji, dhe vëzhguan. Aria vëzhgonte fytyrat. Kjo ishte zakoni i artistes, leximi i fytyrës si tekst. Njerëzit e asaj fshati kishin tipare të forta, malsor tipik, hund të drejta, balldreq, sytë e hapur dhe vigjilent. Buzëqeshjet e tyre, kur buzëqeshnin, ishin të plota dhe të papërmbajtshme. Ela vëzhgonte ndryshe, vëzhgonte strukturën sociale, organizimin e hapësirës, si silleshin njerëzit mes tyre. Fshat i vogël, fshat ku gjithkush njeh gjithkënd, fshat ku historia e çdo familjeje është publike edhe kur mbahet private. Pastaj erdhi ngjarja. Fatmiri po fliste me pronarin e kafes, ndanin lajme, ato biseda të gjata të këndit kafes. Dhe pronari, burr rreth të 60-tave, me sy të verdhëzuar nga mosha, pa Arianën dhe Elën dhe ngriu. Ngriu jo si njeriu që shikon të huajt, ngriu si njeriu që shet diçka të njohur. U afrua ngadalë, e zuri syt tek Ela fillimisht, pastaj tek Aria. Ktheu syt, ngriti dorën, gati do të ngrinte gishtarin, por ndali. Çfarë? Pyeti Aria me shqipen e saj të thyer. Pronari e shikoi Fatmirin.
I thë diçka shqip, me shpejtësi, me zë të ulët. Fatmiri u kthyme nga fytyra pak të qëngjyrosur. Thot se ju keni fytyrën e vjosës. Heshtja që pasoi nuk zgjati shumë sekonda, por ndihej si vite. Vjosa, tha Ela ngadalë. E nje? Fatmiri përktheu. Pronari dëgjoi pyetjen, pa sërish vajzat, fshiu gojën me dorë si njeriu që po vendos nëse flet apo jo. Pastaj tha diçka të gjatë me Fatmirin. Fatmiri u drejtua nga vajzat. Thot se e ka njohur Vjosën, ka jetuar këtu dikur, por ka kaluar shumë vjet, nuk di ku është tani. Ka familje këtu akoma? Pyeti Ela. Pronari hezitoi. Pastaj foli sërish me Fatmirin, këtë herë më të kujdesshëm, me fjalë të matura. Thot se ka pasur familje, por nuk mund t'ju tregoj më shumë. Është punë familjare. Duhet t'ja lë familjes të vendos. Ka familje këtu akoma? Pyeti Ela. Pronari dëgjoi, pa vajzat sërish, me atë shikim specifik të njeriut që po bënte kalkulim të brendshëm, dhe pastaj tha vetëm një gjë. Fatmiri e përktheu. Thot të shkoli tek shtëpia e fundit të rrogës, djaftas, shtëpia me port hekuri blu. Ecën drejt asaj shtëpie si në ëndër. Arja ishte e para, Ela mbante frymën. Fatmiri ecte disi prapa, duke e kuptuar se këtë moment ato duhet ta jetonin vet. Porta hekuri blu ishte pak e ndrushkur, e kaltër dikur, tani e çëngjyrosur nga dielli dhe shiu. Brapa saj ishte oborri i vogël me disa pula, me fidanishte domate, me një shport plastike të varur me litar. Shtëpia ishte dykatshe, e bardhë, me dritare të vogla. Arja goditi portën. Pritën. Askush. Arja goditi sërish. Dhe pastaj u hap dera e shtëpisë. Jo porta, por dera e shtëpisë, ajo porta e shtëpisë brenda oborrit. Dhe doli një grua e moshuar, rreth të 17-ave, e vogël, me shall të zimbi kokë, me shpinë pak të përkulur. Shikoi vajzat në përhekurat e portës. Fytyra e saj, kur e pa Arianën, ndryshoi në mënyra shumë të vogla, por shumë të dukshme. Jo shok, jo frikë, diçka tjetër. Diçka si njihje e diçkaje që kishte pritur, diçka si çarje e vogël në murin e brendshëm. Tha diçka, me zë të ulët. Fatmiri, i cili kishte ardhur pak prapa, ja përktheu. Thot, e dija se do të vinin ndonjëherë. Gruaja quhej Besa, ishte nëna e Vjosës. Gjyshja e tyre. Ata fjalë, gjyshja, ishte e pamundur të procesohej me njëherë. Ariana e ndjeu si goditje të buta, si val që vjen nga larg dhe të zë mesin pa u kuptuar. Ela qëndroi e qetë jashtëzakonisht, me atë qetësinë e dikujt që po i bie shumë emocion brenda në të njëjtën kohë dhe rruga e vetme është mos lëvizja. Besa i futi brenda. Shtëpia brenda ishte e thjeshtë, jo varfëri, por thjeshtësi e qëllimshme. Mobilje të vjetra, por të kujdesura. Muri me fotografi, familje, dasma, fëmijë, gjenerata, erë kafeje dhe buke djeshme. Besa u ul nga njëra anë e tryezës dhe vajzat nga ana tjetër, me Fatmirin mes tyre si urë gjuhësore. Por përpara se Fatmiri të hapte gojen, Besa po shikonte vajzat. Po i shikonte si dikush që kërkon për diçka brenda tyre, si dikush që po konfirmonte diçka që kishte mbajtur mendërisht për shumë vjet. Pastaj tha diçka, dhe lotët i rodhen pa paralemrim. Jo me zgjim, jo me zinç, thjesht lot të qetë nga sytë e lodhur. Fatmiri e përktheu. Thot se ju keni sytë e nënës suaj dhe hundën e gjyshit tuaj. Thot se e sheh Vjosën tek ju. Ariana ngriti dorën dhe mbuloi gojen. Ela e mbajti sytë hapur. Ku është Vjosa? Pyeti Ela me zë të qetë. Besa dëgjoi, pa vajzat dhe hezitoi. Fatmiri, pasi dëgjoi përgjigjen, u kthye ngadalë. Thot se Vjosa jeton në Elbasan. Ka 2 fëmijë të tjerë, djemt, rritur tashmë. Thot se Vjosa nuk e di se ju keni ardhur. Besa nuk e ka informuar sepse nuk dinte si. E di ajo se jemi duke kërkuar? Pyeti Ariana. Jo, por Besa thot se Vjosa ka folur gjithmonë rreth jush. Ka folur, jo çdo ditë, por ka pasur momente, veçanërisht pas lindjes së djemve, kur ka thënë se ka 2 vajza diku dhe nuk di çfarë u bë atyre. Ariana u ngrit nga karrigja. Nuk mund të qëndronte ulur. Trupi i saj kërkonte lëvizje, kërkonte vend për të procesuar. Shkoi tek dritarja e vogël dhe pa jashtë, kopshtin me domate, portën blu, rrugicën e ngushtë.
Duhet ta informojmë, tha ajo pa u kthyer. Është vendimi i Besës, tha Ela. Fatmiri e pyeti Besën. Besa foli, gjatë, kësaj here jo me lot, por me zë të qëndrueshëm, me maturinë e dikujt që ka menduar për këtë situatë për shumë vjet, ndoshta e ka ëndrruar. Fatmiri dëgjoi me kujdes. Pastaj, thot se nëse ju vendosni të takoni Vjosën, ajo do ta telefonoj dhe do t'ja tregoj. Por thot, Vjosa ka jetë tani, ka familje, ka burr. Ky lajm mund të hyjë në jetën e saj si tornado. Kërkon kohë, kujdes, mençuri. Nuk mund të jetë sot. Sa shpejt? Pyeti Ela. Besa, pasi dëgjoi përgjigjen, foli sërish. Thot, më jepni 2 ditë, do i flas. Ato 2 ditë ishin ndër 2 ditët më të vështira që Ariana dhe Ela kishin përjetuar ndonjëherë. Kishin kthyer në Tiranë, Fatmiri solli sërish dhe kishin pritur, jo me durim, me atë lloj pritjeje aktive, të dimshme, ku çdo orë ndihet si ditë. Ariana nuk mund të flinte. Qëndronte zgjuar deri në agim dhe shikonte tavanin dhe mendonte, ajo ndoshta tani po fle, ndoshta tani po ha darkë me fëmijët e saj, djemtë e saj, dhe nuk di akoma. Ndoshta tani po lan enët, ose po shikon televizor, ose po i tregon ndonjë histori të voglit para gjumi, dhe nuk di. Nuk di se ne jemi këtu. Nuk di se 2 ditë më parë qëndruam në shtëpinë e nënës së saj dhe mësuam emrin e saj, dhe zbuluam se ajo ka folur gjithmonë rreth nesh. 2 ditë. Çfarë bën njeriu me 2 ditë kur ka pritur 25 vjet? Ela, nga ana e saj, kishte zgjedhur të punojë. Kishte hapur laptopin dhe kishte filluar të shkronte gjithçka, çdo detaj, çdo bisedë, çdo vëzhgim. Jo si detektive, jo si gjanetare, si dikush që ka nevojë të fiksohet ndaj realitetit nëpërmjet fjalëve të shkruara, sepse realiteti i paprekshëm rrezikon të tretet si ëndër nëse nuk i jepet formë. Shkronte rreth Besës, fytyrën e saj, lotët e qetë të sytë të lodhur, duart e saj të vogla të rrudhësura që kishte mbajtur duart e Arianës pak çaste para largimit nga fshati. Shkronte rreth portës hekur i blu, rreth erës së shtëpisë, rreth fotografisë në mur. Kishte parë një fotografi atje, mes të tjerave, e cila mund të ishte ose jo fotografia e Vjosës, nuk kishte pasur kohë të sigurohej. Ke parë foto në mur? Pyeti Ela natën e parë, kur ishin ulur bashkë në dhomën e hotelit me nga një çaj para tyre. Kulin mur? Murin pranë dritares, kishte fotografi. Njëra ishte e re, vajzë e re. Nuk e pash mirë, por mund të ishte Vjosa kur ishte e re. Arja mendoi. Nuk e kujtoj. Por mund të kthehemi tek Besa dhe ta pyesim? Ndoshta, nëse Besa na thret, do na thras. Nuk e di me siguri. Unë e di. Arja e tha me atë bindjen e qetë që herë kishte, jo arrogancë, por intuit e thellë. Kur po largoheshim, Besa ma mori dorën, e mbajti pak. Kjo nuk e bën njeriu që nuk do t'ju shoh sërish. Ela e mendoi. Po. Ditën e dytë shkuan te Agroni, i treguan gjithçka. Avokati dëgjoi me kujdes dhe pastaj, për herë të parë që nga fillimi i bashkëpunimit, dha diçka tjetër nga ç'i jepte zakonisht, diçka jo logjike. Nuk e kisha pritur kaq shpejt. Urime. Dhe kishte të drejtë. Pa pritje, brenda pak ditësh të pranisë fizike, kishin gjetur rrugën drejt nënës. Jo ende nënën vet, por rrugën. Agroni ndërkohë kishte marrë edhe ai informacion nga kanalet e tij. Regjistrat e bashkisë tregonin se një Vjosa Çela, e lindur në atë periudhë, me adresë familjare origjinale Borizan, ishte regjistruar si banuese e Elbasanit. Kishte ndruar mbiemrin pas martesës. Kishte adresë aktuale. Do ja jap adresën? Pyeti Agroni. Ato dyja u shikuan. Jo akoma, tha Ela. Po presim Besën. Kjo është zgjedhja e duhur, tha Agroni. Telefonata erdhi pas ditën e ditës së dytë, kur Arja po ecte nëpër bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe Ela po lexonte ulur në kafe. Fatmiri, i cili kishte lënë numrin e tij Besës, mori thirrjen e parë. Thirri Arianën menjëherë. Besa telefonon. Ka folur me Vjosën. Arja u ndal në mes të trotuarit. Njerëzit kalonin rreth saj si lum dhe ajo qëndroi si gur mes rrjedhës. Çfarë tha? Fatmiri dëgjoi Besën, pastaj uli telefonin dhe u kthye tek Arja me fytyrë të palexueshme. Vjosa dëshiron t'ju takoj. Arja mbylli sytë për 3 sekonda. 3 sekonda të plota. Brenda atyre 3 sekondash jetoi diçka të papërcaktueshme. Jo lumtori, jo lehtësi, por diçka si lëshimi i frymës së mbajtur prej kohësh. Kur? Nesër, Elbasan. Natën para takimit, asnjëra nuk fjeti.
Arja shkroi, kishte marrë blokun e saj dhe shkronte, ato fjalë private, ato fjalë nate, por kësaj here nuk po shkronte pyetje si dikur, kësaj here shkronte diçka që i ngjante letrës. Nesër do të shohim fytyrën tënde, nesër do ta dish se ku na gjen. Ka menduar shumë çfarë do të të pyes, ka menduar shumë çfarë dua të tregoj, rreth Suedis, rreth Henrikut dhe Margaretës, rreth asaj shtëpie të bardhë me garden ku ra bora kur ishim 6 muajsh. Por tani kur nesër është kaq afër, nuk di nëse do të kem forcë për asnjërin prej tyre. Ndoshta nesër do të shikoj dhe do të hesht, ndoshta do të mjaftoj vetëm shikimi. Ela qëndroi zgjuar duke rregulluar dhe rirregulluar listën e saj. Liste çfarë, edhe ajo vet nuk e dinte sakt. Ndoshta ishte ritual, ai veprimi mekanik i shkrimit dhe rregullimit si mënyra e saj për t'i dhënë strukturë kaosit emocional. Kishin telefonuar prindrit atë natë. Margareta kishte dëgjuar gjithçka me heshtje dhe pastaj kishte thënë: "Jam krenare me ju dhe shumë e lumtur, por dijeni, çfarëdo që gjeni nesër, çfarëdo ndodh, ne jemi këtu, gjithmonë këtu." Henriku kishte shtuar: "Kini kujdes dhe jini të hapura." 2 këshilla shumë të ndryshme nga njëri tjetri dhe të dyja të nevojshme. Mëngjesi erdhi me diell, maja e dajtit duke i qartë nga dritaret e hotelit, e gjelbër dhe e madhështore kundrejt qiellit të kaltër të pastër. Arja e fotografoi nga dritarja, Ela mori çantën e saj. Fatmiri i priti poshtë me makinë. Udhtimi drejt Elbasanit zgjati 1 orë e gjysmë. Rruga kalonte nëpër tunel të gjatë, pastaj dilte mes malesh të gjelbra, pastaj shushiste poshtë drejt qytetit, Elbasan, qyteti i vjetër, me kalanet i osmane dhe rrugicat guri, me bulevardet e reja dhe me atë miks karakteristik të historisë dhe modernitetit. Besa ishte e para atje. Fatmiri e kishte marrë nga fshati dhe e kishte sjellur. E gjetën ulur jashtë një kafene të vogël pranë parkut qendror, me shallin e saj të zezë dhe me duar të shtrënguara në prehër. Kur i pa, u mbrit ngadalë dhe u përqafuan njëra nga njëra, pa fjalë, vetëm përqafim i fortë dhe i gjatë. Pastaj u ulën dhe pritën. Arja shikonte çdo njeri që kalonte rrugës. Ela mbajti syt tek porta e parkut. Fatmiri piu kafe dhe heshti. E kuptoi se kishte momente kur prania e shërbimit të njeriut është me heshtje, jo me fjalë. Dhe pastaj, rreth 20 minutave pas arritjes, u shfaq. Ajo erdhi nga rruga ansore, nga atë drejtim që asnjëra nuk ishte vëzhguar. Ecste ngadalë, jo me ngurtësi, por me atë lloj ngadalësie të dikujt që i nevojitet momenti për të arritur gati brenda vetes përpara se të arrijë fizikisht. Ishte grua rreth të 40-tave, e gjatë, me flokë të zinj të lidhura pas. Një farë griri e hershme fillonte t'i shfaqej pranë kohëve. Kishte veshur xhinse dhe bluzë të thjesht blu. Fytyra e saj, kur u shfaq qartë, ishte fytyra e tyre, jo identike, jo si pasqyrë, por aty ishin. Hundet e njëjta, trajtori i ngjashëm i sytheve, linja e nofullës. Ishte si të shikoje një version të veten pas 20 vitesh, ose si të shikoje burimin nga i cili kisha ardhur. Besa u ngrit dhe ju afrua së bijës. Ato dy ndan diçka mes tyre, fjalë të ulta, prekje dore, dhe pastaj Vjosa ngriti syt dhe pa vajzat. Ngriu. Jo me frikë. Ngriu si dikush të cilit i ka hyrë drita brenda papritur dhe ka nevojë për sekonda të përshtatet. Aria u ngrit. Ela u ngrit. Qëndruan të trija duke u shikuar. 3 gra me të njëjtin gjak, me të njëjtën formë të syve, me 25 vjet mes tyre si det i gjerë. Vjosa foli. Zëri i saj ishte i qarë, i ulët. Fatmiri nuk e përktheu me njëherë, duke i se dhe ai ndjente se disa momente nuk duhen ndërprera. Pastaj e përktheu. Thot, jeni rritur bukur. Aria vuri re se Vjosa po shikonte me atë shikimin specifik të nënave, jo si i huaj shikon të huajin, por si nëna shikon fëmijët e saj, edhe kur ata janë rritur dhe janë bërë të huaj, me atë njohje të thellë biologjike, me atë krahasim të pandërgjeshëm me imazhin e brendshëm. Ela bëri hapin e parë, shkoi drejt Vjosës, jo me vrap, jo me dramatik, thjesht u afrua ngadalë dhe qëndroi para saj. Vjosa ngriti dorën ngadalë dhe ia preku faqen Elës. Atë gjest të lashtë, atë kontakt të parë mes nënës dhe bijës, dhe ajo prekje e vogël e shkatroi çdo mur të mbetur. Vjosa qau, Ela qau. Aria preku supet e të dyve, dhe ato 3 qëndruan kështu, të ngjitura, të qara, të heshtura, në mes të parkut të Elbasanit. Ndërkohë, bota rreth tyre vazhdonte të lëvizte si gjithmonë, indiferente ndaj mrekullisë private që po ndodhte atje. Ulën sërisht. Besa kishte tërhequr karrigen anash pak, intuitivisht, duke i dhënë hapësirë bijës dhe nipave. Fatmiri ishte bërë pjatë e veshit.
Biseta filloi ngadalë dhe me kujdes, si lëvizje nëpër sipërfaqe akullore. Vjosa fliste shqip, Fatmiri përkthente. Vjosa pyeti për ta, jo historinë, jo adoptimin, por ta, çfarë studionit, ku jetoni, jeni shëndetshëm, a keni çfarë ju nevojitet? Ato ju përgjigjen. Aria tregoi për Stockholmin dhe artin, Ela për biologjinë dhe Uppsalen. Vjosa dëgjonte me atë vëmendje intensive, sikur po mblidhte çdo fjalë, sikur po ndërtonte brenda vetes tabelën e madhe të 25 viteve të humbura. Pastaj Aria pyeti, me butësi por pa e shmangur. Dëshirojmë të dimë çfarë ndodhi. Nëse jeni e gatshme ta tregoni. Vjosa e dëgjoi përkthimin, vuri duart në tryezë, shikoi duart e saj vetë për moment, pastaj ngriti sytë e saj të errët, sytë që Aria dhe Ela i tishin trashëguar, dhe tha: "Po, ju e meritoni ta dini, e gjitha." Filloi të flaste ngadalë, zëri i saj ndryshonte pipjesve, herë si fshatare, herë i dridhur si eri dimrit, herë i ndalpas si dikush që kthehet mbrapa në përkohë dhe e sheh në mënyrë të qartë diçka që kishte preferuar ta mbante të mjegulluar. Kishte lindur dhe rritur në Borizan, fëmijëri e thjesht, prindrit kishin punuar tokën, kishte vëllezër, kishte luajtur në përshtigjet malore, kishte qenë vajzë e mençur dhe e dëgjueshme. Kjo ishte mënyra si e përshkruante veten, jo me krenari, por si fakt të thjesht. Kishte mbaruar shkollën mesme dhe kishte shkuar në Tiranë. Ky ishte ëndra e saj, Tirana, qyteti i madh, qyteti i mundësive, qyteti ku mund të bëhesh e dikë tjetër nëse ke guxim. Kishte gjetur punë si shitse në dyqan, kishte marrë me qira dom në pallat të vjetër me 2 vajza të tjera nga provinca. Pastaj kishte takuar Gentin. Genti, e tha emrin dhe ndali, e tha si dikush që e ka shqiptuar shumë herë brenda vetës, me zemërim, me trishtim, me ato emocionet e ndërlikuara të njerëzve ndaj të cilëve kemi të drejtë të ankojmë, por ndaj të cilëve gjaku kurrë nuk është plotësisht i ftohtë. Genti kishte qenë djali i drejtorit të kompanisë ku punonte. I ri, i bukur, me makinë të mirë dhe me atë lloj sigurie të vetës që kanë djemë të rritur pa refuzime. Kishte filluar si miqësi, pastaj si flirt, pastaj si dashuri, ose asaj çfarë njofte si dashuri kur ishte 19 vjeçe dhe e vetme dhe larg shtëpisë. Kishte mbetur 7 zëna, kishte qenë lajmi i fundit që kishte pritur, dhe kur ishte treguar me kujdes dhe me frikë, Genti ishte ndryshuar fytyrën. Jo menjëherë, nuk i kishin bërë gjërat të randa me brutalitet të menjëhershëm, ishte larguar gradualisht, telefonata më të rralla, pastaj shmangje, pastaj qartësia e dhimbshme se gjendej vetëm. Familja e Gentit kishte dërguar nënën e tij, grua elegante me shumë fjalë të pakta, dhe cili i kishte thënë me qetësi: "Genti nuk mund të martohet me ty, nuk është mundësia. Nëse ke nevojë për ndihmë financiare me situatën, mund ta rregullojmë." Fjala situatën kishte tingëlluar si fyltime madhe, por Vjosa ishte shumë e goditur dhe shumë e vetmuar për të mbrojtur. Kishte dërguar lajmin tek prindrit në Borizan. Reagimi i babait tregoi me fytyrë të palëvizshme dhe zë të qetë, por duart e saj u shtrënguan pak mbi tryezë, ndërkohë tek tregonte. Kishte qenë i ashpër, jo dhunë fizike, por diçka ndoshta më e rëndë, zhgënjimi total, nami i familjes, frika nga fshati, nga njerëzit, nga gjuha e keqe. Babai kishte thënë: "Nuk mund të kthehesh me fëmijë pa baba, nuk e duroj dot." Ela dëgjoi këtë dhe pyeti, me zë të ulët, sikur pyetja ishte e brisht. Nuk erdhi të ju ndihmonte. Vjosa dëgjoi përkthimin dhe heshti pak. Pastaj, nëna erdhi, Besa erdhi, por babai nuk lejoi. Besa erdhi fshehtazi, 2 herë gjatë shtatzanisë, por nuk mund të shtëndronte, kishte frikë prej tij. Besa e ulur anash, dëgjonte me kokat ulur, lot të rinj i rridhnin ngadalë, nuk fliste. Vjosa vazhdoi. Shtatznia kishte kaluar e vështirë, vetëm, me pak para, me punën që e kishte humbur kur shtatznia ishte bërë e dukshme, me dhomën me qira që nuk e mbante dot pa pagë. Kishte bërë punë të vogla aty këtu, kishte ngrënë pak, kishte fjetur keq, kishte kaluar natë pas nate duke menduar çfarë do bënte. E vërteta ishte, dhe kur e tha këtë, e tha duke e shikuar drejt syt Arjen dhe Elën, se kishte menduar të mos i lindonte. Kishte menduar ta ndërpriste shtatzënin, kishte shkuar edhe te klinika, por kishte qenë vonë, shumë vonë, dhe kur ishte shtrirë atje dhe kishte dëgjuar zemrat e tyre, 2 zemra, jo njëra, sepse binjaket zbuloheshin vetëm atëherë, kishte ngritur dhe kishte dalur pa bërë asgjë. 2 zemra, tha Vjosa, dhe e tha shqip pa pritur përkthimin.
Arja dhe Ela e kuptonin edhe pa Fatmirin. Ato dy fjalë, me atë ngarkesën e madhe prapa tyre, te I kalonin gjuhën. Kishte vendosur t'i lindonte, por kishte vendosur gjithashtu diçka tjetër, diçka që e kishte marrë natë pas nate, javë pas jave, me atë racionalitetin e dhimbshëm të njerëzve të skajit, se nuk mund t'u jepte jetën që meritonin. Pa para, pa familje, pa strehë të sigurt, pa të ardhme. Dy vajza me nënë të vetme dhe të varfër. Çfarë jete do ishte ajo? Menduat se ishit duke bërë diçka të mirë, tha Arja. Jo pyetje, po him. Vjosa dëgjoi dhe për herë të parë gjatë atij takimi, diçka u thye plotësisht në fytyrën e saj. Lotët që kishin ardhur gradualisht u bën të fuqishme, ato lotë të mdhenj, të patëmbajtur, të nënave. Po tha, mendoja se po ju e jepja jetën, mendoja se dikush do ju gjente dhe do ju jepte çfarë unë nuk kisha. Lotët e mi po ashtu, çdo ditë, çdo natë, çdo vit. Por mendova se lotët e mi ishin çmimi I lumturisë suaj. Ky ishte llogaritja ime, ky ishte arsyetimi im. Nuk di nëse ka qenë I drejtë, kurrë nuk e kam ditur. Heshtje e gjatë. Era lëviste lehtë mes pemëve të parkut. Dikush larg po thirrej me emër nga ndonjë fëmijë. Bota e zakonshme vazhdonte. Ela foli e para. Jemi rritur mirë, jemi dashur, kemi pasur gjithçka, por gjithmonë ka qenë diçka pa emër, dhe tani e di se çfarë ishte. Çfarë? Pyeti Vjosa me zë të dridhur. Ishit ju, tha Ela, thjesht. Mungesa juaj kishte formë, edhe pa e ditur. Vjosa mbuloi fytyrën me duar. Besa ja vuri dorën mbi shpinë. Arja ngriti syt nga qielli, atë qiell të kaltër shqiptar, dhe mori frymë thellë. Biseda zgjati orë të tëra. Kaluan nga kafja jashtë brenda, sepse dielli kishte filluar të bjerë dhe ajri merrte atë freski malore. Fatmiri përktheu me durim dhe me diskrecion. Kishte kuptuar tashmë se roli I tij nuk ishte vetëm gjuhësor, por edhe I urës njerëzore, dhe e luante me respektin e duhur. Vjosa tregoi vazhdimin e historisë së saj, ato 25 vite pas asaj nate. Kishte kthyer në Borizane pasi kishte lënë spitalin, kthimi turpshëm I vështirë, I pranuar me heshtje jo falje nga babai I saj. Kishte kaluar vite duke punuar çargjendej. Pastaj kishte takuar Arminin, burrin e saj tani, burri mirë nga Elbasani, I thjesht, e drejt, që nuk e kishte gjykuar për të kaluarën, sepse nuk I kishte treguar gjithë të kaluarën. A I di? Pyeti Arja. Di se kam pasur fëmijë dhe I kam lënë për adoptim. Nuk di detajet, nuk ka pyetur shumë. Pauz. Është burri mirë, por kjo gjë ka qenë brenda meje si guri nxehtë, gjithmonë atje. Kishin 2 djem, njëri 22 vjeçar, tjetri 19 vjeçar. Djemt nuk dinin asgjë. Çfarë do t'ju tregoni? Pyeti Vjosa. Vjosa shikoi nga dritarja. Nuk e di akoma. Kjo bisede sotme është gjëja e parë, duhet të mendoj, duhet I jap vetes kohë. Kuptojmë, tha Ela. Arja nga ana e saj kishte një pyetje tjetër. Letra, ajo letër që kishit jënë me ne, a e mbani mend çfarë kishit shkruar? Vjosa ngriti kryen. Buzëqeshja e saj e parë, të trishtuar, por buzëqeshje. Po tha, çdo fjalë. Ne e kemi me vete. Arja hapi çantën dhe nxori foton e letrës, foton që kishte marrë Ela, të shtypur në letër. Ja dha Vjosës. Vjosa e mori me duar të dridhura, shikoi shkrimin e saj të vjetër, I ri, I pjerrët me atë boj blu të zbehur, dhe lexoi me buzët që lëviznin pak pa zë. Kur mbaroi, e palosi me kujdes të tepërt, si objekt fetar, dhe ja ktheu Arjas. Mbajeni ju, tha Vjosa. Para se të ndaheshin atë pasdite, me premtimin e takimit të nesërmen dhe ditëve pas, me numra telefoni të shkëmbyer, me atë hezitimin e bukur të fillimeve, Vjosa bëri diçka të fundit. Nxori nga çanta e saj diçka të vogël dhe e vendosi mbi trigolin midis tyre. Ishte foto, e vjetër e bërë me aparat analog, pak e zbehur. Tregonte një vajzë të re, 18 vjeçare, me flok të gjata të zinj, duke qeshur drejt kamerës me atë lloj gëzimi spontan dhe të plot që kanë njerëzit para se jeta t'i mësoj rezervën. Unë pak para se të vija në Tiranë, tha Vjosa, para gjithçkaje. Arja e mori foton dhe e shikoi gjatë, pastaj ja dha Elës.
Ela e shikoi me atë vëmendsinë e saj karakteristike, atë vëmendshmëri të biologes, të dikujt që kërkon lidhje dhe patern. Pastaj tha ngadalë, "Syt", tha Ela. "Po", tha Arja, "syt tan." Vjosa i shikoi dy vajzat duke parë foton e saj dhe ndjeu diçka. Ajo ndjenje pazakont kur shef veten nëpërmjet syve të dikujt tjetër dhe e kupton se si duket nga jashtë, si duket trashëgimia kur vishet mish i ri. "Merreni edhe këtë", tha. "Është e juaja gjithashtu." Qëndruan edhe 6 ditë. Kishin rezervuar hotel të vogël në Elbasan dhe çdo ditë takoheshin me Vjosën, herë të treja bashk, herë Arja vetëm, herë Ela vetëm. Besa erdhi edhe ty herë nga fshati. Agroni erdhi një ditë nga Tirana me dokumente shtesë dhe me respektin e heshtur të dikujt i cili pa e planifikuar u bë pjesë e historisë. Çdo bisedë shtoi shtresa, çdo shtresë e bënte pamjen më të plotë dhe njëkohësisht më komplekse, sepse njerëzit e vërtet janë gjithmonë më komplekse se narrativat e thjeshta, dhe dashuria dhe dëmtimi janë gjithmonë të ndërthurura në mënyrë që nuk mund t'i ndash me gërshër. Mësuan rreth babait të Vjosës, ai burr i ashpër, i rritur nga tradita e maleve, i friksuar nga sytë e njerëzve të fshatit më shumë se sa nga vuajtja e bijës. Kishte vdekur vite më parë. Vjosa e tha me qetësi, jo me gëzim, por jo me lot. Atë qetësinë e dikujt që ka bërë paqen e vet me kujtimin e dhëmshëm. Mësuan rreth Gentit, çfarë kishte ndodhur me të. Kishte u martuar me dikë tjetër shpejt, kishte pasur fëmijë, kishte ndruar shtëpi. Vjosa nuk e kishte parë kurrësisht pas asaj periudhe. Herë mendoi, tha një ditë. Jo me dashuri, ky iluzioni shkoi shumë kohë më parë, por mendoi se si mund ta ketë harruar kaq lehtë, ose nëse e ka harruar, nëse ndihet ndonjëherë diçka. Ky është pyetja juaj, jo jona, tha Ela, por ne gjithashtu kemi pyetje rreth tij. E di, dhe nëse dëshironi ta gjeni ndonjëherë, jo unë, por ju, unë nuk do t'ju pengoj. Njëre nga mbrëmjet, ishte e mërkur, mbaj mend sepse xhamin e fshatit fqinje dëgjoje duke lëshuar ezanin, Arja dhe Vjosa qëndruan vetëm dy. Ela kishte shkuar herët tek hoteli sepse e kishte kapur dhimbje koke. Ajo dhimbja e famshme e Elës, që shfaqej gjithmonë kur kishte shumë stres emocional. Besa flinte pranë. Fatmiri kishte shkuar. Ishin ulur Arja dhe Vjosa në terrasën e vogël të shtëpisë ku Vjosa takoheshin me ta. Shtëpinë e një të afërtmit të saj që i kishte vënë në dispozicion hapësirën, me nga një gotë çaj dhe me qiellin e plot të yjeve mbi ta. Elbasan ka yje të mrekullueshëm natën. Pa ndriçimin e fortë të qytetit madh, yjet janë të dukshëm dhe afër, si spërkat drite mbi velur të zi. Vjosa foli pak gjatë asaj mbrëmjeje. Arja gjithashtu, por gjërat e rëndësishme nuk u than me fjalë. U than me heshtjet midis fjalëve, me drejtimin e shikimit, me çajet e mbajtura mes duarve. Arja e pyeti diçka të fundit para se të shkonte. A pendoheni? Vjosa kuptoi pyetjen. Jo pendim për jetën, por pendim për atë vendim. Nuk e di nëse pendim është fjala e duhur, tha Vjosa ngadalë. Fatmiri nuk ishte, por Arja kishte mësuar mjaftueshëm shqik për të ndjekur, dhe Vjosa tani e dinte se Arja kuptonte. Vendimi më shkatroi, çdo vjet e kisha me vete. Por nëse nuk e kisha bërë, nëse ju kisha mbajtur në ato rrethana, çfarë jete keni pasur? Kjo pyetje nuk ka përgjigje qartë. Kjo pyetje ka vetëm dy anë, dhe në njërin anë jeni ju, të shëndetshme, të dashuruara, me jetë të bukura, dhe kjo anë peshon shumë. Por pesha e kësaj ane bie mbi ju, tha Arja. Po, dhe duhet të bie mbi mua. Ky është çmimi i zgjedhjes sime. Dita e fundit të shtrëngimit solli diçka të papritur. Armini, burri i Vjosës, erdhi. Vjosa i kishte treguar, kishte vendosur të mos e fshehte, jo tani, jo kur gjithçka ishte kaq afër. Kishte folur me burrin e saj dhe ai kishte dëgjuar gjithçka dhe pastaj kishte thënë, dua t'i takoj. Armini ishte burr thjesht dhe e vërtet, me duar të punëtori, me vështrim të drejtë, me pak fjalë, por me peshë. Erdhi, u prezantua, i mori duar të dyve dhe tha me Fatmirin. Vjosa e ka mbajtur këtë brenda shumë vjet. Jam gëzuar që e gjeti. Arja e shikoi atë burr dhe mendoi, ky burr do të ndryshohet nga kjo. Jeta e tij gjithashtu nuk do të jetë një lloj, dhe kishte ardhur megjithatë. Kishte ardhur. Djemt, Erioni dhe Blerti nuk ishin atje. Vjosa kishte vendosur që kjo bisedë duhet të bëhej me kohë, me kujdes, duke gjetur momentet e duhura. Nuk është e drejtë t'ju hedh kaq trysni menjëherë. Duhet kohë, por do t'u tregoj, i premtoj. Nuk është premtim për ne, është premtim për veten juaj. Vjosa e pa motrën. Kjo ishte hera e parë që e quani me këtë fjalë, edhe pse mendësisht i kishim vendosur që kur e kishim takuar.
Ela e kishte parë dhe njëkohësisht kishte shumë të vërteta rreth saj të papërkthyeshme në fjalë. Para nisjes, ditën e fundit, bën diçka të thjeshtë që ndihej si ceremoni. Shkuan sërish në Borizan. Vjosa, Besa, Arja dhe Ela, Fatmiri, Armin. Shkuan te shtëpia e vjetër e familjes Cela, tani e braktisur, me dritare të mbyllura, dhe qëndruan jashtë. Vjosa e shikoi shtëpinë dhe tregoi çdo rom nga jashtë. Aty ishte Roma ime, aty gatuante nëna, aty bënim dërkën. Thjesht, pa dramatika, si katalog i kujtimeve. Pastaj shkuan te varrezat e fshatit, varrezat e vogla me kryq dhe me gur të thjesht. Vjosa ndaloi te një varr. Babai, tha. Qëndroi pak, nuk foli. Pastaj u largua. Arja e shikoi varrin, gurin e thjesht me emrin e gëndimur, dhe mendoi rreth burrin që nuk e kishte njohur kurrë sërish. Ai burr i friksuar nga opinioni njerëzve të fshatit, ai burr që e kishte shtyr bien e tij drejt asaj nate të gjatë vetme. Me zemrim, me trishtim, me kuptim, nuk dinte. Mendoshta të treja, mendoshta asnjërin. Besa i vuri dorën mbi supë. Nuk tha asgjë. Dora e vogël e gjyshes mbi supë ndihej si diçka antike, si diçka e mësuar. Aeroporti i Tiranës ishte plot atë mëngjes. Fluturimet shumta, njerëz me valixhe, familje duke u ndarë dhe duke u takuar njëkohësisht. Ai mozaik i çuditshëm emocional që kanë gjithmonë aeroportet. Vjosa kishte ardhur ta shoqëronte, me Arminin, pa djemt. Besa kishte ardhur nga Borizana me autobus të hershëm, me shalin e saj të zezë dhe me kos të bërë vetë të mbështjell me letër gazete, sepse kështu bëjnë gjyshet. Sjellin ushqim edhe kur nuk e di sa e pranon tjetri, sepse ushqimi është forma e tyre e dashurisë. Fatmiri kishte ardhur gjithashtu, pa u thirrur, thjesht kishte ardhur, sepse kishte kuptuar se disa histori të cilat i fillon si shoferi huaj, i mbarosh si pjesë e tyre. Qëndruan në sallën e pritjes, para portave të kontrollit, me orën duke lëvizur drejt momentit të ndarjes. Biseda ishte e lehtë, paradoksalisht e lehtë, sepse gjërat e rëndësishme ishin thënë tashmë, dhe çfarë mbetej ishin ato gjërat e zakonshme dhe të çmuara. A do të udhtoni mirë? Kujdesuni, hani mirë, na shkruani. Arja kishte fotoaparatin me vete. Kërkoi leje dhe bëri foton e grupit. Vjosa, Besa, ato dyja, Armini, Fatmiri. Njerëzit e grumbulluar rastësisht nga historia, të bashkuar tani si bërthama e diçkaje të re. Besa ju afrua Arjas veçan dhe i dha kosin e mbështjell. Tha diçka me shqip, fjalë të vogla me zë të ulët, dhe Arja e kuptoi edhe pa Fatmirin. Fjalët ishin: kthehuni. Jo kthehuni nëse doni, jo kthehuni ndonjëherë, thjesht kthehuni. Arja e mori kosin dhe e mbështolli fort, jo ushqimin, por atë shtresën të petëzuar letre gazete, atë paketim të dorës së gjyshes. Po, tha shqip, do kthehemi. Vjosa dhe Ela qëndruan pak më njanë. Ela kishte diçka ta thoshte dhe kishte pritur momentin e duhur, tani ishte ai momenti. Dua t'ju pyes diçka, tha Ela. Kur kthehemi dhe kur jeni gati, a dëshironi të vini ju tek ne? Në Suedi, ti takoni prindrit tanë. Vjosa e dëgjoi me kujdes. Ishte pyetje shumë e madhe, jo thjesht logjistikisht, por emocionalisht. Takimi i dy botëve, nëna biologjike dhe prindrit adoptues. Dy dashurit paralele, dy rrugët e ndara që kishin çuar në të njëjtat vajza. Vjosa mbajti frymën, pastaj e nxori ngadalë. Do mendoj, do shoh, por ndoshta po. Kur t'jeni gati, pa nxitim. Faleminderit. Fjala e thënë shqip, por me ngrohtësinë universale të fjalëve që nënkuptojnë shumë më shumë se domethënia e tyre drejt për drejt. Porta e kontrollit ishte e fundit, atje ku njerëzit ndahen, njëra anë udhëtarët, ana tjetër ata që mbeten. Ajo vija e padukshme, por absolute. Arja u përqafua me Vjosën fundit. Ishte përqafimi gjatë, ai lloj përqafimi ku trupi kujton diçka, jo mendja, por qelizat, ato qelizat e vjetra biologjike që kanë kujtesën e tyre hershme. Arja ndeu kokën mbi supet e Vjosës dhe mendoi se si rrahte zemra e asaj gruaje, shpejt, e fortë, dhe mendoi, kjo zemër ka rrahur para se të ekzistoja, kjo zemër ka rrahur kur isha brenda, kur isha jashtë, kur isha larg, kur isha e panjohur, gjithmonë e njëjta zemër. Ela, kur erdhi radha e saj, e përqafoi Vjosën më shkurt por me forcë, ajo fortësia e Elës, ajo fortësia e qetë që kishte gjithmonë brenda.
Pastaj u tërhoq dhe tha: "Do ju shkruaj, çdo javë nëse e lejoni." "Lejohet," tha Vjosa. Zëri i saj nuk dridhej, kishte kaluar në përlot dhe kishte dalë tjetër anë, jo të fortë me forcën e gurit, por të fortë me forcën e ujit, ajo që muvis, ajo që përshtatet, ajo që vazhdon. Avioni u ngrit mbi Tiranë dhe Arja shikoi nga dritarja, si herën e parë, por tani ndryshe. Tani e njihte atë tokë, tani kishte emra për ato male, kishte adresa, kishte fytyra. Tani kur avioni bënte rrethin e tij të gjerë para se të merrte kurs veri, ajo ndoqi me sy vijen e brigjeve, lumin e gjerë që blinte poshtë, qytetet e vogla mes gjelbërimit. Ela pa Arianën duke shikuar jashtë dhe nuk tha asgjë. Mbajti dorën e saj ngadalë. Udhëtuan kur mbanin dorën njëra tjetrës, si fëmijë, si dy vajzat e vogla që ishin dikur, të mbështjella me bataniet e spitalit, aq të ngjashme sa dukej si pasqyrë njëra tjetrës. Suedia i priti me shiun e saj të njohur, atë shi të hollë, persistent, atë shi që nuk bën zuhur por lag gjithçka ngadalë. Arja ngjishu hudhën tek xhami i taksis gjatë rrugës dhe mendoi: sa të njohura janë këto rrugë, sa familjar, dhe si është e mundur të ndihesh i lidhur me dy vende njëkohësisht. Ela ngjishte shënimet e fundit në notebook, kishte mbushur 3 notebook gjatë asaj udhtimi. Nuk i kishte rilexuar akoma, kishte kohë. Shkuan fillimisht te prindrit. Shtëpia e bardhë me garden ishte si gjithmonë, e njëjta, e qetë, me dritën e ngrohtë nëpër dritare. Margareta i priti te dera, nuk priti të qëndronin të trokisnin, kishte dëgjuar makinën, ndoshta kishte pritur gjatë ditës. Ajo i mbajti të dyja, Arianën dhe Elën, njëkohësisht, me të dyja krahët, si dikur kur ishin të vogla. Pastaj u tërhoq dhe u shikoi fytyrën. E gjetët, tha Margareta. Nuk ishte pyetje. E gjetëm, tha Aria. Henrik qëndronte prapa, me duart e thurura para, me syzet e tij dhe me atë buzëqeshje të heshtur që kishte gjithmonë kur ndihej krenar, por nuk dinte si ta shprehte me fjalë. U ulën në kuzhinë, gjithmonë kuzhina, gjithmonë ajo tavolina, gjithmonë kafja e Margaretës, dhe treguan gjithçka, Borizanën, portën hekur i blu, besën, sytë e njohur të pronarit të kafes, udhëtimin drejt Elbasanit, parkun, Vjosën duke ardhur nga rruga ansore. Treguan historinë e Vjosës, Gentin, babain e rept, vetmin, maternitetin, letrën, treguan Arminin, djemt që nuk dinin akoma, premtimin e kthimit. Margareta dëgjoi me sy të mbushura por pa qarë, ajo lloj fuqie e nënave kur i mbajnë lotët jo nga dobësia, por nga nevoja për të dëgjuar pa ndërhyrje. Kur Aria mbaroi, Margareta tha: "E dini çfarë dua të bëj? Dua t'i shkruaj Vjosës, dua t'i shkruaj letër." "Letër?" pyeti Aria. "Letër, me dorë, siç dërgonte ajo letrat e veta. I dua t'i them faleminderit për guximin e saj, sepse guxim ka qenë edhe ajo. Lloj tjetër guximi, por guxim." Aria dhe Ela u shikuan. Ato fije të padukshme lëviznin sërisht. "Do ta doj," tha Ela. Nisi komunikimi i rregullt. Fillimisht nëpërmjet Fatmirit si përkthyes, pastaj nëpërmjet aplikacionesh me përkthim automatik, pastaj gjithnjë e më shumë direkt, sepse Aria po mësonte shqip me shpejtësi, shtyr nga diçka shumë më e fortë se kursi i gjuhës, dhe Vjosa kishte filluar të mësoj pak anglisht, e ndihmuar nga djali i madh Erioni, i cili ishte shumë i mirë me gjuhë. Erioni kishte mësuar tashmë. Vjosa i kishte treguar, me kujdes, me kohë, duke zgjedhur mbrëmjen e duhur, dhe Erioni kishte dëgjuar gjithçka pa ndërhyrje. Pastaj kishte ardhur dhamsin e tij në balkon dhe kishte qëndruar atje gjysmë ore vetëm. Kur kishte ardhur brenda, kishte thënë vetëm: "Pse nuk na tregove më parë?" Dhe kur Vjosa ishte munduar të shpjegonte, ai kishte thënë: "Mos u justifiko, vetëm mos mbaj gjëra të tilla vetëm." Blerti, i vogli, kishte reaguar ndryshe, me kuriozitet të menjëhershëm, me pyetje të shumta, me dëshirë të atakonte. "Kur vinë? Mund të vinë? A flasin shqip?" "Po mësojnë," kishte thënë Vjosa. "Mirë, unë mund t'i ndihmoj." Ky ishte Blerti, i riu me zemër të hapur, ai djali i 19 viteve që nuk kishte ende atë rezervën që jep mosha dhe zhgënjimi. Letra i Margaretës mbërriti disa javë pas kthimit. Ishte shkruar suedisht dhe e kishte përkthyer vet Henrik me ndihmën e softuerve dhe me kujdesin e dikujt që di se fjalët kanë peshë dhe dëshiron që pesha të bartet sakt. Vjosa e mori letrën në mëngjes, kur ishte vetëm në shtëpi. E lexoi 2 herë, pastaj e palos dhe e mbajti mbi zemër. Jo gjesti dramatik, por lëvizja e natyrshme e njeriut që ka marrë diçka shumë të shtrenjtë dhe nuk di ku tjetër ta vendos. Letra thoshte:
Sipas asaj çfarë Vjosa u tregoi vajzave më vonë, se Margareta nuk e kishte ndjer kur Vjosën si rivalitet, se kishte ditur gjithmonë se vajzat kishin nën tjetër diku dhe e kishte respektuar atë nën të panjohur si dikë që kishte bërë diçka të madhe, me shumë dhimbje, se nëse ndonjëherë Vjosa dëshironte ta takonte, dera e tyre ishte hapur. Dera e tyre ishte hapur, fjali e thjesht, por Vjosa e kishte lexuar si poem. Takimi ndodhi pranverën e vitit pasus. Vjosa erdhi me Arminin dhe me Blertin. I riu me zemër të hapur kishte këmbë gulur të vinte. Erioni nuk erdhi, kishte provime universiteti, por dërgoi mesazh të gjatë me Arianën, me anglisht të thyer dhe ngrohtësi të vërtet. Uppsala i priti me pranverën suedeze, atë bukuri të veçantë nordike kur dëbora shkrihet dhe toka zbardhet e gjelbër brenda ditësh, kur qershit lulëzojnë dhe ajri merr atë lehtësi të paprishur. Henrik dhe Margareta qëndruan te porta e oborit kur mbërriti makina. Aria kishte ardhur nga Stockholmi. Ela ishte aty prej ditës paraardhse. Fatmiri, edhe ai kishte ardhur me ftesë si mik i familjes. Tani qëndronte pak prapa. Kur Vjosa doli nga makina dhe pasë shtëpinë e bardhë me gardenin e madh dhe kuptoi se kjo ishte shtëpia ku Aria dhe Ela kishin rritur, ku bëri bor herën e parë kur ato ishin 6 muaj, ku bënte piano Henrik çdo të premte, ku bënte vakte familjare Margareta, mbajti frymën. Margareta e pa Vjosën dhe afrua. 2 gra, aq të ndryshme, aq të lidhura, qëndruan para njëra tjetrës. Faleminderit, tha Margareta. Shqip, e kishte mësuar atë fjalë specifikisht për atë moment. Vjosa kuptoi menjëherë dhe mori frymë thellë, atë frymë të thellë kur diçka e mbajtur lirohet nga gjëksi, dhe tha shqip, jo, faleminderit ju. Pastaj u përqafuan, 2 nënat e të njëjtave vajzave, 2 anët e të njëjtës historie. Aria filmoi atë moment. Ela qëndroi me dorë mbi zemër. Blerti, i riu 19 vjeçar, pa të gjitha këto dhe u kthuen nga Ela. Shqiptarët ju quajnë mërgjimtar nëse jetojnë jashtë, por ju nuk keni qenë mërgjimtar, nuk keni shkuar. Keni qenë diçka tjetër. Çfarë? Pyeti Ela. Blerti mendoi. Keni qenë pritshmëri. Shqipëria ju ka pritur pa e ditur. Muajt që pasuan ndërtuan gjëra me ngadalësi dhe me mirëbesim, si ndërtimi i diçkaje me gur, jo me çimento të shpejt. Solid, por i ngadalt. Aria shkoi sërish në Shqipëri, kësaj here vetëm. Verën e asaj vitit. Qëndroi 2 muaj, njërin me Vjosën dhe Arminin në Elbasan, tjetrin duke udhëtuar. Gjirokastra, Berati, Saranda, Shkodra. Pikturoi gjithçka. Pikturoi malet, pikturoi kalat, pikturoi fytyrat e njerëzve të thjeshtë, pikturoi portën hekur i blu të Besës, pikturoi varrin e gjyshit të panjohur. Ekspozita e parë e saj pas asaj udhëtimi kishte emrin e thjeshtë, Rënj. U hap në Stockholm dhe kishte kraut të madh. Jo vetëm miqtë dhe komuniteti artistik, por edhe shqiptar të diasporës, njerëz që kishin dëgjuar historinë, njerëz me histori të ngjashme. Disa kishin qarë para tablove, disa kishin shkruar mesazhe personale. Një grua rreth të 50-tave, e ardhur nga Malmö, shqiptare prej dekadash, kishte qëndruar gjatë para pikturës së portës hekur i blu dhe pastaj kishte thënë Arijes: "Ky portal e njoh. Edhe unë kam port kaq të ngjashme diku mes maleve, edhe unë kam lënë diçka prapas saj." Aria nuk e kishte pyetur se çfarë. Disa gjëra mbahen private dhe duhen respektuar si të tilla. Ela mori drejtim tjetër. Kishte filluar të punojë me organizatë jo qeveritare që merrej me çështjet e adoptimeve ndërkombëtare, duke ndihmuar të tjerë si ajo vet, që kërkonin origjinën e tyre. Punë praktike, e dokumentuar, me shumë letër dhe pak dramë. Sakt si Ela. Por kishte edhe punë personale. Kishte filluar të shkruaj, diçka midis memuare dhe studimi, rreth përvojës së saj dhe Arijes, jo për publikim fillimisht, thjesht për t'i dhënë formë. Por Vjosa, kur e lexoi, me ndihmën e Blertin i cili tani fliste anglisht mjaftueshëm mirë, kishte thënë: "Kjo duhet të lexohet nga të tjerët." Pse? Kishte pyetur Ela. Sepse ka shumë Vjosa atje jashtë dhe shumë Aria dhe Ela, dhe ata duhet ta dinë se rruga ekziston. Besa, gjyshja me shallin e zi, vizitoi Uppsalën edhe ajo, dimrin pasues. Kishte ardhur me Vjosën dhe kishte qëndruar 2 javë. Ishte hera e parë që kishte dalë nga Shqipëria. Kishte pasaport, por kurrë arsye të mjaftueshme. Uppsala e kishte habitur dhe e kishte marrë zemrën me atë bashkëtesë çuditëse tipike shqiptarësh kur takohen me vendet e reja. Gjithçka habit, gjithçka çudit, gjithçka krahasohet me shtypinë, jo me superioritet, por me atë dashurinë e pashmangshme ndaj vendlindjes. Besa shikonte borën e re dhe thoshte: "Edhe ne kemi borë,
por bora jon ka erë tjetër. Shikonte pemët e lagura dhe thoshte, pemë të bukura, por ullinët tanë janë gjëja tjetër. Shikonte shtëpinë e bardhë dhe thoshte, shtëpi e mirë, por guri malet tona nuk zvendësohet. Margareta dhe Besa komunikonin nëpërmjet vajzave dhe nëpërmjet atij gjuhi universal të grave të moshës, gjesteve, buzëqeshjeve, ushqimit të ndarë. Margareta kishte bërë makarona, gjella e preferuar e Arijes nga fëmijëria, dhe Besa kishte nxjerrë nga çanta kos dhe gjatë të bardhë të sjell nga Borizana. Tryeza Jonat kishte makarona suedeze dhe gjath shqiptar. Ishte bukë e 2 vendeve, shija e 2 historive. Henrik kishte fotografuar tryezën para se të uleshin. Kishte thënë, kjo pikturë vlen 1000 fjalë. Unë do ta pikturoj, kishte thënë Aria. Por kishte edhe një gjë tjetër. Diçka që Vjosa nuk e kishte treguar plotësisht gjatë takimeve të para. Diçka që e mbante si shtresën e fundit, atë shtresën më të thellë, shtresën që mbulon plagën e vërtet. E tregoi gjatë verës kur Aria qëndroi 2 muaj. Ishte mbrëmje e vonë dhe ishin vetëm të dyja. Armini kishte shkuar me djem të shikonte ndeshje futbolli, Ela ishte në Uppsala dhe qëndruan jashtë në terracën e vogël me qiellin e plot si çdo herë. Vjosa foli gadal, me shqip të qetë, me Arianën e cila tani kuptonte mjaftueshëm dhe ndërhinte vetëm kur nuk e kapte ndonjë fjalë. Kishin folur shumë herë rreth braktisjes, arsyet, rrethanat, vetminë e madhe të asaj periudhe, por kishte diçka tjetër. Kishte tentuar të kthehej. 3 muaj pas braktisjes, kishte shkuar sërish tek materniteti. Kishte pyetur. Vajzat ishin ende aty, jo çdo fëmijë merret me një herë. Procesi i adoptimit merr kohë. Kishte pyetur infermieren, a jeni nëna? Vjosa kishte hezituar, dhe në atë hezitim, ato sekonda të heshtimit, infermierja kishte thënë diçka. Nëse jeni nëna dhe dëshironi t'i merrni, duhet kaloni nëpërmjet procedure, por duhet kuptoni, ka një çift atje jashtë që po pret. Janë njerëz të mirë, vajzat do të kenë jetë të mirë. Vjosa kishte dëgjuar ato fjalë dhe kishte pyetur veten me ndeshmërinë e dhimbshme të njerëzve të thyer, çfarë mund t'ju jap unë? Pa shtëpi, pa punë, pa mbështetje, kundrejt një çifti me jetë të qëndrueshme, me dashuri, me mundësi. Kishte dalë nga spitali pa hyrë, kishte ecur deri tek stacioni i autobusit dhe kishte marrë autobusin ka fshatin. Kishte shikuar nga dritarja ka qyteti duke u larguar dhe kishte menduar, e bëra sërish të zgjedhjen, por kësaj here e bëra me sy hapur. Nuk e dija se çu quheshit, ende nuk kishit emra. Emrat do t'ju jepnin njerëzit e rinj, por e dija se ishit atje, dhe e dija se po largoheshim njëra nga tjetra edhe një herë, sërish me dëshirën time, sërish me dhimbjen time. Aria dëgjoi gjithë këtë pa i ndërhyrë, pastaj pyeti, a pendoni për atë vendim, të dytin? Vjosa mendoi gjatë, pastaj, jo, nuk pendohem, sepse nëse kisha hyrë atë ditë dhe kisha marrë juve, jeta juaj do t'ishte krejt tjetër. Mund të kishte qenë e mirë, nuk e di, por do t'ishte krejt tjetër. Ndryshe, dhe ju jeni ato që jeni sot, sepse jeta juaj ishte ajo që ishte. Nuk mund të them se dua diçka tjetër kur ju shoh tani. Por humbët shumë vjet, humbët edhe ju. Po, por ne jemi këtu tani, dhe gy tani mjafton? Vjosa e pa Arianën, bijen e saj të parlindur, me sytë e saj vet, me hundën e gjyshit saj, me forcën e dikujt që ka marrë diçka të rëndë dhe e ka transformuar në art, dhe tha, jo vetëm mjafton, është gjithçka. Shtëpia e bardhë në Uppsal e mori traditën e re. Çdo vit, pranverën, Vjosa dhe Armin dhe djemt vinin 2 javë. Çdo vit, verën, Arja dhe Ela shkonin 2 javë në Elbasan dhe ditë tjera kaluar me Besën në Borizan. Lëvizje e rregullt e qetë, si marrëveshje e pashkruar mes 2 familjeve të ndara nga gjuha dhe gjeografia, por të bashkuara nga ato 2 vajza. Erioni, i madhi, ai i rezervuari, u njoh me Elën gradualisht dhe pastaj shumë mirë. Kishin të njëjtën lloj mendësie, metodike, sistematike, me sens humori të thatë që komenton nga distanca. Korespondenin rregullisht. Ela ndihmon me shkrim dhe Erioni ndihmon me shqipen kur ajo bën gabime. Nuk është diçka romantike, thjesht 2 njerëz me mendje të ngjashme që ndodhi të jenë gjysmë vëllai dhe gjysmë motra e njëra tjetrës. Blerti dhe Arja kishin lidhjen e entuziazmit të ndërsjell. Ai i ri që donte të bëhej fotograf, ajo artiste e vendosur. Mesazhe çdo javë, projekte të diskutuara,
plane hipotetike. Nëse bëjmë ekspozit të përbashkët, ti piktura, unë foto, do ishte diçka. Do ishte diçka, kishte pajtuar Arja. Kur? Kur jemi gati të dyja. Unë jam gati tani. Unë jam gati vitin tjetër. Mirë, vitin tjetër. Besa, gjyshja e vogël me shalin e zi, filloi të deklinoi ngadalë, si bima dimrit. Nuk u sëmur keq, thjesht u plak me atë ngadalësi natyrore, me atë lodhje graduale të trupit që ka jetuar shumë dhe ka mbajtur shumë. Kaloi dimrin në Borizan, me 2 buqete familjes, kushërin të Vjosës, njerëz të thjesht me mirësi të madhe, dhe Vjosa shkoi ta vizitonte çdo fundjavë. Arja dhe Ela e vizituan edhe ato, herën e fundit atë dimër. Qëndruan 3 ditë në fshatin e vogël mes malesh, duke ndihmuar me punët e shtëpisë, duke dëgjuar histori. Besa tregonte, me shqip të ngadalt sa Arja të kuptonte, rreth jetës në Borizan të shumë dekadave më parë, rreth Vjosës si fëmijë, rreth babait të Vjosës si ishte i ri, para se rrethanat dhe frika ta bënin të ashpër. Ishte burri mirë dikur, tha Besa. Jeta e ndryshoi, frika e ndryshoi, gjykimi i njerëzve e ndryshoi. Pauzë. Asnjë nuk lindi keq. Njerëzit prishen nga bota. Ela e shënoi këtë. Fjalia hyri në librin e saj. Natën e fundit, Besa thirri Arjan dhe Elën te dhoma e saj. Ishte shtrirë, jo sëmur, thjesht e lodhur. Mbajti duart e tyre, njëra nga njëra, dhe tha diçka me zë shumë të ulët. Çfarë? Pyeti Arja. Ela, që kishte shqipen më të mirë tani, dëgjoi dhe pastaj e tha ngadalë. Thot, shpesh herë kam lutur që vajzat e Vjosës të ishin mirë. Nuk dija emrat tuaj, nuk dija ku ishin, por kam lutur gjithsesi. Duket se lutjet shkojnë edhe pa adres. Arja dhe Ela qëndruan me duart e gjyshes dhe nuk folën, nuk duhej. Disa momente janë komplet pa fjalë, janë si tablo, ku çdo gjë është vendosur ku duhet dhe shtimi diçka e tjetër do prishte balancin. Ka pyetje rreth kësaj historie që nuk kanë përgjigje të thjeshta. A duhej falur Vjosa, nga Arja dhe Ela, nga koha, nga morali? Arja kishte mendimin e saj, të formuar ngadalë, jo menjëherë. Kishte kaluar në përzemërim, në për mirëkuptim, në për simpatin, në për atë terren kompleks mes akuzave dhe empatisë. Kishte arritur jo te falja, si absoluv, si zbardhime plot të tablos, por te diçka tjetër, te pranimi. Pranimi se Vjosa ishte njeri i cili kishte vepruar në ndrysninë e rrethanave me mjetet që kishte pasur, dhe se ai veprim, i dhimbshëm, i pasojshëm, kishte ardhur nga dashuria dhe nga dëshpërim njëkohësisht, dhe se ato 2 gjëra, jo gjithmonë kanë rrugë të ndara. Nuk po e fal si gjykatëse, po e pranoj si njeri tjetër. Ajo bëri çfarë bëri, unë jam ajo që jam. Ndërmjet këtyre 2 gjërave, ka lidhje por jo borxh. Ela kishte mendim pak të ndryshëm, ose jo aq shumë ndryshe sa plotësues. Falja është fjalë teologjike. Unë preferoj fjalë tjetër. Kuptim. E kuptoj pse ndodhi dhe e kuptoj koston e saj. Kuptimi nuk justifikon, por e vendos gjën në kontekst, dhe konteksti bën të mundur të ecësh pa e mbajtur peshën sigur. Vjosa, kur u pyet nëse donte falje, kishte thënë diçka befasuese. Nuk e dua faljen tuaj. Falja supozohet nga ai që fal diçka tjetrit. Nuk dua t'ju ëmbë atë ron. Dua diçka tjetër. Dua të dini historinë e vërtet dhe të vendosni vetë çfarë bëni me të. Ajo letër e vjetër shqipe, me boj blu të zbehur, me shkrimin e pjerrët të një 19 vjeçare të vetmuar, nuk shtëndron më në kutinë e drurit nën shtrat. Shtë ndron në kormizur mbi murin e zyrës së Elës në Upsal, pranë dritares nga vicila shihet liçeni. E kornizoi Ela vetë. Pranë saj ka 2 fotografi. Njëra e Arjes dhe Elës si foshnja, ato 2 truptha të vegjël me batanie spitali, dhe njëra e re, bërë pranë verën e fundit. Arja, Ela, Vjosa dhe Besa ulur jashtë në terrasën e Elbasanit me nga një gotë çaj, duke qeshur të gjitha njëkohësisht për diçka të treguar nga Blerti. Fotografia e re ka dritën e diellit mbrapëm dhe fytyrat e ndriçuara nga ana e përparme. Nëse e shikon pa e ditur historinë,
Mund të mendosh thjesht se janë gra nga e njëjta familje duke kaluar kohë së bashku. Dhe do kishe të drejtë. Arja e mbaroi pikturën e madhe, ajo piktura për të cilën kishte mbledhur material 2 vjet. Ishte formati i madh, 1 metërshe, me ngjyra të forta. Portën hekur i blu në qendër, pak të hapur, me dritën e diellit duke hyrë nëpërmjet asaj çarjeje të vogël. Prapa portës, e dukshme vetëm nëse shikoje mirë, vetëm nëse i jep një kohë syve të përshtateshin me ngjyrat, kishte 2 figura të vogla. Fëmijë. Dhe përpara portës, kthyer pak mbrapa, figura e tretë, grua e re, me flokë të gjata të zinj, duke ikur, por me kokën kthyer. Piktura quhej Duke ikur me dashuri. E bleu Margareta, e vari në dhomën e ndenjës, mbi pianon ku Henrik luante çdo të premte. Ela e mbaroi librin, titulloi thjesht 2 zemra, ato 2 fjalë që Vjosa i kishte thënë kur kishte treguar për momentit kur kishte dëgjuar zemrat e binjakeve në klinik dhe kishte vendosur të mos ndërpriste shtatzanin. Libri fillonte me letrën shqipe të Vjosës, të plot, të përkthyer, të vendosur në faqen e parë si epigraf, dhe mbaronte me fjalinë e besës, lutjet shkojnë edhe pa adres. Kur Arja dhe Ela pyeten tani, nga miqt, nga njerëzit kurioz, nga ata që dëgjojnë historinë dhe dëshirojnë ta kuptojnë, se si ndihesh kur ke 2 nëna dhe 2 vende, dhe 2 gjuhë dhe 2 identitete, ato zakonisht japin përgjigje të ndryshme. Arja thot, ndihem si piktur me shumë shtresa. Çdo shtresë është e vërtet, çdo shtresë është pjesë e tablos, nuk ka shtresë false. Ela thot, ndihem si pemë me rrënjë të 2 fishta. Njëri sistem rrënjësh ka tokën e Suedis, tjetri ka tokën e Shqipërisë. 2 sisteme, njëra pemë. Pemët me rrënjë të 2 fishta qëndrojnë fort. Por historia nuk mbaroi. Historitë si kjo kur nuk mbarojnë. Ato vazhdojnë, ndryshojnë formë, kalojnë tek njerëzit e tjerë, bëhen pjesë e diçkaje më të madhe se ngjarja fillestare. Besa u nda nga jeta atë vjesht, qetë, në shtrat, me Vjosën pranë. Arja dhe Ela nuk arritën në kohë. Morën lajmin në mëngjes të hershëm, me telefonin që dridhej mbi natën e fundit, dhe u nisën menjëherë me avionin e parë të disponueshëm. Por Borizana ishte larg dhe koha nuk priste. Kur mbërritën, gjithçka kishte kaluar. Varri ishte gërmuar pranë varrit të bashkëshortit, aty ku Vjosa kishte qëndruar pa folur atë ditë kur kishin vizituar sërish fshatin. Pranë njëri tjetrit tani, ata 2 njerëz, burri i ashpër dhe gruaja e durueshme, si gjithmonë, bashkë edhe në heshtjen e fundit. Varrimi ishte modest, siç janë varrimet e fshatrave të vogël, me priftërinë dhe shqinj dhe atë lloj hidhërimi kolektiv që kanë komunitetet e ngushta ku gjithkush ka njohur gjithkënd për dekada. Arja dhe Ela qëndruan pranë Vjosës gjatë gjithë ceremonisë. Kur u hodh dheu i parë, Ela mbajti dorën e Vjosës. Kur u nis kënga e varrimit, ajo këngë e vjetër ortodokse me melodi të rëndë dhe bukur njëkohësisht, Arja qau pa u mbajtur. Pas varrimit, kur njerëzit u larguan gradualisht dhe mbetën vetëm familja, Vjosa uli dorën dhe ngriti pak dhe mori gusht dheu nga varri. E mbajti në gusht për moment, pastaj e hapi pëllëmbën dhe e la të bjerë ngadalë mes gjishtave. Nuk tha asgjë, por ky gjest thoshte gjithçka. Ato gjërat për të cilat nuk ka fjalë të mjaftueshme në asnjë gjuhë. Darkën pas varrimit e bën të gjithë bashk, familja e Vjosës, shqinjt dhe Arja dhe Ela, në oborin e shtëpisë të vjetër të Besës, nën shiellin e Vjestës. Dikush kishte ndezur zjarr, dikush tjetër kishte sjellur ushqim. Kjo ishte mënyra shqipe, mënyra njerëzore, ku hidhërimi ndahet me bukë dhe me zjarr dhe me praninë fizike të njëri tjetrit. Blerti, që tashmë kishte aparat fotografik profesional, ai djali me zemër të hapur i bëri njëri, fotografoi gjithçka asaj mbrëmjeje. Jo me vëmendjen turist, por me dashurinë e dikujt që di se ka momente që nuk kthehen dhe kamera është mënyra e vetme për t'i mbajtur të gjalla. Arja e la kamerën vetë të pushoj atë natë, nuk fotografoi, vetëm ishte atje, e ulur pranë zjarit, me kos dhe buk në duar, me Vjosën nga njëra anë dhe Elën nga tjetra, duke dëgjuar njerëzit rreth zjarit duke treguar histori rreth Besës. Histori të gëzueshme, shumë. Besa kishte humor, gjë që Arja kishte zbuluar gjatë vizitave. Histori rreth asaj si kishte qeshur fort kur diçka e kishte kapur, si zëri i saj kishte atë cilësi specifike të grave të moshës që kanë qeshur gjatë gjithë jetës dhe gëzimi u ka lënë gjurmë edhe në zërin e tyre. Kur njerëzit filluan të largoheshin dhe zjarri filloi të shuhet, Arja pa qiellin. Yjet e Borizanës, pa ndriqimin artificial të qytetit, ishin ato yje të mrekullueshëm, të dendur, si spreklim mielli të derdhur mbi velur të zi. I njëjti qiell,
që Besa kishte parë çdo natë gjatë gjithë jetës së saj, i njëjti qiell nën të cilin Vjosa kishte lindur dhe rritur, i njëjti qiell që nuk e dinte kurrë emrin tënd, por ishte gjithmonë atje, i njëjtë, i plot, indiferent dhe mrekullueshëm. Kaluan 3 ditë në Borizan, ndihmuan Vjosën të rregullonte gjërat e Besës, ato punët praktike dhe të rënda të pasvdekjes, ato kaseta dhe rroba dhe objekte të vogla që askush nuk di si t'i kategorizoj, sepse nuk kanë vlerë tregu, por kanë peshë kozmike. Në gjërat e Besës gjetën diçka të papritur, një kuti druri, ngjyrë të errët me këndet pak të qyruara. Kutia dukej vëllai asaj kutisë së parë, asaj kutisë nga shtrati i Henrikut dhe Margaretës. Brenda kishte 2 fotografi, Arja dhe Ela si foshnja, fotografi identike me ato të kutisë suedeze, dhe kishte letër, jo letrën e Vjosës, por letër tjetër, me shkrim dore tjetër, shumë të vjetër. Besa ka shkruar, tha Vjosa kur e pa. Zëri i saj ishte i qetë, por sytë u mbushën. I kishte imazhet tuaja, nuk e di si i kishte gjetur, dhe ka shkruar. Ela lexoi letrën. Shqipja saj ishte e mirë tani, e rrjedhshme sa duhej. Letra ishte e shkurtër, vetëm disa rreshta, e shkruar me shkronjë të mëdha si e shkruar dikush që ka mësuar të shkruajë vonë në jetë. Bijat e Vjosës sime. Nuk e di ku jeni, por jeni bijat e bijës sime, dhe prandaj jeni mishi im. Nëse ndonjëherë ktheheni, nëse ndonjëherë gjeni rrugën mbrapa, dijeni se kjo tokë ju njeh. Borizana ju njeh. Unë ju njoh, edhe pa u parë kurrë. Dhe do t'ju pres, sa do kohë të duhet. Nën të kishte nënshkruar vetëm me emrin, Besa. Ela mbaroi leximin dhe mbuloi gojën. Arja ishte ulur dhe mbante foton e Besës, foton e bërë atë pranverë të parë, dhe qante pa zë, me atë lloj qajtje që vjen nga thellësia, jo nga sipërfaqja. Vjosa, e cila dëgjoi letrën dhe e mori kuptim, ul me styre dhe i mbajti të dyja. 3 gra sërisht, me smaleve shqiptare, me kutinë e vogël druri midis tyre dhe letrën e gjyshes që kishte pritur pa e njohur. Na ka pritur, tha Arja ngadalë. Ju ka pritur, tha Vjosa, gjithmonë. Kur u kthyen, me avionin e natës, të lodhura dhe të rënda, por me atë rëndesën e ndryshme nga trishtimi, rëndesën e diçkaje të marrë jo të humbur, Ela mbajti letrën e Besës fort në çantë, pranë letrës tjetër, asaj të parës, asaj të Vjosës. 2 letra, 2 duar shkruajtëse, 2 gjenerata dashurie e mbajtur me smalesh dhe e dërguar diku pa adres. Duhet t'i kornizojmë edhe këtë, tha Ela. Pranë tjetrës, tha Arja. Po, pranë tjetrës. Nëse dikush do t'i pyeste Arjen dhe Elën, tani, sot, me gjithë rrugën e bërë prapa tyre, cilat janë 3 gjërat që kanë mësuar, ato do të tregonin pa menduar gjak. E para, identiteti nuk është vendi vetëm, nuk është gjua që flet, apo dheu ku ke lindur, apo emri që mbash. Identiteti është gjithçka. Çdo shtresë, çdo gur i shtuar, çdo dorë që të ka mbajtur, çdo gjuhë që ke mësuar, çdo male që ke parë dhe ndjeshëm si të tuat edhe pa i njohur. Mund të kesh shtëpi të shumta, mund të kesh nëna të shumta, mund të kesh rrënjë të dyfishta. Kjo nuk të ndan, të shumë fishon. E dyta, dashuria e vërtet shfaqet në format e papritura, shfaqet si heqje dore, shfaqet si letër pa adres, shfaqet si grua e moshuar me shall të zi që lut për niprit dhe mbeset pa i njohur emrat. Shfaqet si çift suedez që hap krahët dhe thot janë tonat, para se ta kenë njohur. Nuk kanë të gjitha dashurit formën e njëjtë, dhe kjo nuk i bën asnjërin prej tyre më pak reale. E treta, dhe kjo është e Elës veçanërisht, ajo e Arjes ndoshta do e formulonte ndryshe. Historia nuk fillon kur ta tregojnë, fillon shumë para, dhe nuk mbaron kur ajo mbaron. Vazhdon tek ti, tek fëmijët e tu, tek librat dhe pikturat dhe letrat që lë pas. Historia është organizëm i gjallë, merr formë të re mi çdo gojë që e tregon. Ekspozita e dytë e Arjes, ajo bashkëpunuese me Blertin, u hap në Tiranë këtë herë. Titulli: Porta dhe qielli. Emërtim që i kishin zgjedhur bashk, duke diskutuar orë të tëra online, duke hedhur dhe marrë ide. Porta, ajo porta e hapur, ajo kalim midis botëve. Qielli, ajo qielli njëjtë mbi Borizanën dhe Ypsalën, dhe Elbasanin dhe Stockholmin, ajo vazhdimsi e vetme absolute. Ishte ekspozita e parë e Arjes jashtë Suedis, ishte ekspozita e parë e Blertit si fotograf profesionist. Vjosa erdhi, Armin erdhi, Erioni, me provime të mbaruara tashmë, erdhi. Fatmiri erdhi me gruan dhe me fëmijët.
Agron avokati erdhi dhe qëndroi gjatë para pikturës së portës hekur i blu. Pastaj tha: "Kur mora rastin tuaj mendova se ishte punë juridike. Doli se ishte diçka tjetër." "Çfarë?" pyeti Ela. "Punë njerëzore," tha ai, "gjëja më e rëndë dhe më e vlefshme." Margareta dhe Henrik, tani më të moshuar, pak më të bardhë, por me të njëjtën ngrohtësi dhe të njëjtin piano që binte çdo të premte, ndoqën ekspozitën nëpërmjet fotove dhe videove të dërguara nga Arja. Shikuan çdo pikturë, çdo foto, çdo njerëz. Kur pan foton e Vjosës duke qeshur mes ekspozitës, atë buzëqeshje të vërtet, të plot, jo të rezervuar, Margareta shkrojti Arjes: "Ka fytyrën tuaj kur qeshni, ose ju keni fytyrën e saj. Sidoqoftë, është i njëjti gëzim." Arja lexoi këto fjalë natën dhe mendoi se sa e vërtet ishte kjo. Ishte i njëjti gëzim, i kaluar nëpër gjak, nëpër kohë, nëpër largësi, nëpër heshtje dhe letra pa adres. I njëjti gëzim i arritur tek ato si trashëgimi, si dhuratë dhënë pa e njohur. Ela solli në jetë fëmijën e parë, atë djaloshin të vogël me sy të mëdhenj të errët, 2 vjet pas ekspozitës. Ja vendosi emrin Jonas, emër suedez, i thjesht, me një rrokje. Por ambimri ishte 2 pjesë tani. Lindquist, Cela. 2 familjet, 2 tokat, 2 rrënjët e kësaj peme me sistem të dyfisht. Arja ishte e para tek spitali. Kur Ela i dha voglushin të mbante, Arja e mbajti me atë kujdesin e gjaksuar të artistëve, me duart që din të trajtojnë gjërat e brishta. E shikoi voglushin, atë fytyrë të rrudhusur dhe roz, ato sy të mbyllur, atë gojë të vogël që bënte lëvizje pa kuptim. Ky voglushi kishte ylle të maleve shqiptare dhe kishte shijen e detit suedez. Kishte nentën e mbrileve të shqiptarëve dhe kishte gëmëshusin të gjishtakët suedez. "Si do e quash?" kishte pyetur Arja. Jonas, siç thash. Nuk doja emër shqip, Ela kishte menduar. Jon, kur mëson të flas, do i tregoj se ka 2 emra, siç kemi ne, dhe i dyti do jetë Besnik. Besnik, besnikëri, emër shqiptar, emër i zgjedhur me vetdije dhe dashuri. Bes, kishte thënë Arja ngadalë, si Besa. Po, kishte thënë Ela, si Besa. Vjosa e mori lajmin e lindjes dhe qau. Lot të gëzueshëm, ato lot të gjysheve të reja. Sepse kjo ishte. Vjosa bëhej gjyshe, Arja dhe Ela bëhin teze. Borizana fitonte një nipin të ri pa e ditur. Qielli vazhdonte mbi të gjitha. Dërgoi dhurat nga Elbasani, kosi bër vet dhe shalli vogël leshi, i punuar me dorë, me ngjyrë të kuqe dhe të zezë, atë kombinimin lashtë shqiptar i maleve. Shalli vogël për voglushin e vogël, i punuar nga duart e nënës biologjike të gjyshes së tij, i dërguar me dash nga Elbasani drejt Uppsalës, duke mbajtur brenda vetes gjithçka. Margareta, kur e pa shallin, e zgjati ngadalë mes gjishtave dhe ndjeu punën e dorës, ato nyjet kujdesshme. "Kush e ka punuar këtë?" pyeti. "Vjosa," tha Ela. Margareta e mbajti shallin dhe e pa gjatë. Pastaj e mbloshtoi me kujdes dhe ja veshtiti Jonasit kur e mbajti vet. "Të ngrohtë nga nëna e gjyshes," i tha foshnjës. "Ky shall ka histori. Kur të rritesh, do ta dimësh." Libri i Elës, 2 zemra, u botua dhe u prit mirë. Jo bestseller i madh, por lexuesit e gjetën rrugën e vet. Ta adoptuar nga çdo vend, njerëz me identitete të ndara, nëna me vendime të rënda prapa tyre, prindër adoptues me zemra të hapura. Letra që Ela mori pas botimit ishin ndër gjërat më të rëndësishme që kishte lexuar ndonjëherë. Histori private, të dërguara nga të huajt që kishin gjetur diçka prej vetes brenda faqeve të librit. Njëra letër kishte ardhur nga Shqipëria, nga një grua e moshuar nga Shkodra, i cila shkruante: "E lexova librin tuaj dhe qava gjatë gjithë tij, jo nga trishtimi, por sepse kuptova se çfarë kishte ndier vajza ime 20 vjet më parë kur i bëri gjën e njëjtë. Kurrë nuk e kisha kuptuar plotësisht deri sot." Ela ja dërgoi letrën Vjosës. Vjosa e lexoi dhe tha vetëm: Mirë që ka ardhur." Dhe kjo ishte dhe vazhdon të jetë historia e Arjes dhe Elës. Jo histori me mbarim të pastër, sepse jeta nuk ka mbarime të pastra. Ka vijimsi, ka shtresa të reja mbi shtresat e vjetra, ka Jonasin që rritet me 2 gjuhë dhe 2 shtëpi, ka Blertin me aparat fotografik që dokumenton gjithçka me sytë e tij të ri, ka Erionin dhe Elën me korrespondencën e tyre javore,
Ka Arianën duke pikturuar malet shqiptare në studion e saj stokholmeze. Ka Vjosën duke ngjallur ullirin e re në kopshtin e saj të Elbasanit. Ka Henrikun me pianon e tij çdo të premte. Ka Margaretën me letrat e saj të shkruara me dorë. Ka portën hekur i blu, ndoshta tashmë të rivopsuar, ndoshta jo, ndoshta e njëjta ngjyrë zbehtë kaltërt në rrugicën e ngushtë të Borizanës. Ka qiellin mbi të gjitha, i njëjtë mbi malet shqiptare dhe mbi liçenet zvedeze, mbi Elbasanin dhe mbi Uppsalën, mbi varrezat dhe mbi sallat e ekspozitave, mbi spitalet dhe mbi piano. Ky qiell i madh, indiferent edhe i bukur. Ky qiell nën të cilin të gjithë lutemi, edhe kur nuk dim adresën. Ky qiell që pranon çdo lutje edhe pa emër. Lutjet shkojnë edhe pa adresë. Besa kishte pasur të drejtë. Nëse kjo histori ju ka prekur, nëse keni ndjerë diçka duke e dëgjuar, shkruani në komente. Çfarë ju ka goditur më shumë? Vendimi i Vjosës, dashuria e Margaretas, guximi i Arjes dhe Elës për të gjetur të vërtetën? Çdo mendimi juaj ka vlerë. Dhe nëse keni histori të ngjashme, histori adoptimi, histori rrënjesh të humbura, histori kthimi, ndajeni me ne, sepse historitë si kjo janë ato histori që na kujtojnë se njerëzimi ka gjithmonë më shumë dashuri se sa kemi menduar.